Shoferët që kishin mishte zanat atëre, pini rakit shkretët gjatë kohës, ku bërën e pushime. Uleshin kave, pini raki. Edhe raki nuk e mbanin këtu afër, se të po të vinte kontroli, shefat e tyre shkojnë pini raki, nuk lejohet, vlla. Si ishin shofere, kupton? Po e mbanin? E mbanin largë, e mbanin të tjetri, për shumë. Ishe unë me ty, ti që si shofer. Ta vinte para ai, edhe merte, hop, e pinte. Që kur të vinte kontrolin, të mos me e vesh ishte gotë e ti, më kupton? Është e pergë, e di ambazor, ke dëgjuar është. Funksionon të sistemi pipës atëre. Sistemi Teams. Sistemi pipës. I pipës, jo, pipa ja funksionon të atëre. Pipa? Fry kësaj, fry tubit. Këta të... Ledio, do selita, vla. Po, e du një, fakt. Në këto kodë vështira edhe mund të pish paguj selita, Ledio. Të këthjelon pak. Ledio, që ako ka funksionuar kaqarumi misrit, edhe shishen e rakijës e mbyllë që me kaqarum misrit dhe thithnin nga sipër. Vimo të fillojmë pas pak. Si ke qenë ambasador, mirë? Mirë. More, qishtë ajo ambasador, do flasim pas pak në emision, sa të fillojmë. Që ishte kjo bombardim i djeshëm? Pati bombardim dje në disa vëndet të gjirit. Problemi është nga agjensitë e lajmeve nuk merr vesh asnjë gjë të saktë. Ai ka goditur isullin Qeshm. Qeshm, kush e ka goditur? Amerikanët. Atje s'ka asnjë gjë. Atje si me gjyt pjesë është kjo pjesa që është e ngushtisë e Ormuzit, fiks përballë. Çik më lart. Po është më lart. Po është e madhe që është në fron peshkaqeni apo jo? Shiko, ajo që duhet të them është që ka shumë teatr. Siç ka dramacitet që vriten njerëz, u vran gocat në shkollë, janë prishur mira. Ka më shumë teatr se sa dramë. Ka shumë teatr. Ka më shumë, po, teatr në kuptimin se dramë... Ka teatr, do më thënë, ka teatr që Trumpi do t'i tregoj të vetëve se çfarë po bën, dhe iranianët do t'i tregojnë të vetëve që dhe ata shikojnë se çfarë po i bëjnë amerikanëve. Në fakt nuk është rast ka raste, siç është ky i sotmi. Se dje për dje bazat amerikane në rajon janë goditur varësisht rënd. Çfarë ishte sot mi lajmi fundit? Që goditën njëri tjetrin, këta goditën Kuvajtin edhe Bahreinin. Po, ishte i djeshme. Sot mëngjes. A do djem, duket. Mëngjes. Ka do në brëmë, duket kjo, po? Brëmë dark. Në 3 mëngjesit, po. Po, sot mire ke, po. Ky ishte lajmi i fundit, edhe... Po këti lajmi, ambasadore, dëgjove që e ka mbajtë fsheta, tani po del më duket, që Emiratet e Bashkuara kanë goditur dhe e kanë bërë në mënyrë të fshehtë, kanë goditur Iranin gjatë kohës luftës. Dhe gjatë kohës që gjunte Izraeli me Amerikanët, gjunin dhe këta. Dhe prandaj këta kanë goditur Dubain, pra ka qenë kundër përgjigje. Po ndërkohë, parat më të shumta në thyrjet e embargos dhe për të bërë kontrabandë nafte, droge dhe gjithçka tjetër, Irani e bën përmes Emirateve të Bashkuara Arabe. Kështu që gjujnë njëri tjetrit, po dhe ju duhet njëri tjetrit për të bërë ato që duhen të bëjnë. Patjetër, është gjithmonë, nuk diskutohet. Ledio, vajti ora 10:04 minuta, kur do fillojë emisioni, plak? Mirëmbrëma Toksore, sa po keni mbritur, kjo është pjesa e parë për një në emisionin tim Zonë e Lirë, prej 23 vjetësh tashmë, sonte është episodi Shepat 1091, jam në studio me Sebastian Zonjën, me Roland Bimon, ambasador, do flasim për aktualitetin politik në Shqipëri, por jo vetëm. Ambasador, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Jam në studio me Ujin Selita. Me qëra fjala, ambasador, bashkë me Sebastiani, do doja sot të jidhnim pak dritë rreth ngjarjeve më të fundit në Shqipëri. Sot ishte dita e 4 e protestës, Ledio i ka gati imazhet. Duhet thënë një protestë konsistente, pra ka një konsistencë protesta, pra nuk është një protestë që fillon dhe ikën dhe shuhet kështu, pra ka një përveç pamjeve që shikojmë në ekran, duket që ka një rezistencë, pra të shohim sa do vazhdoj, por kjo është dita e 4 sot. Sigurisht numri, Sebastian, ti që ke qenë pjesëmarrës, duket pak në rënje në krahasim me ditën e parë, apo jo? Ku ishin rreth 20.000 veta? Sot ishin... është më shumë të protestë qarkulluese, Çan. Është qarkulluese. Ditën e parë ishin të gjithë, kurse tani ke
Shumë njerëz që vinë, disa që ikin, disa që vinë. Ma, na bë një pasqyrë shtypi, si që bën lajme zakonisht se, po, të shkurtër, në mënyrë të shkurtër këtu, të emisioni im, të këtyre pamëve që shohim nga dita e sotme. A mund të bësh një... Në orën 16 ishte thritur një protest, 18 do shta. 18, po. Në orën 18 ishte thritur protesta, u mblodhën afër sheshit Skënderbej, më pas nisën marshimin për të shkuar drejt kryeministrisë. Ka pasur disa kordona policie dhe disa kangjëlla, le të themi, të vëna për shkak edhe të ndeshjes që është me Izraelin. Protestuesit kanë kaluar, kemi pasur një kordon policie, më pas është qarë kordoni policisë duke dashur që të shkojnë të kryeministria, është futur makina e ujit, dhe më pas protestuesit kanë qenë përballë kryeministrisë, kanë qenë mira protestues. Mund të them në këto 4 ditë që e kam ndjekur protestën, nga dita e dytë që u mblodhen rreth 20.000 protestues, sot mund të kenë qenë 10 apo 15.000 protestues. To janë pamjet në çastin kur po afroheshin drejt kryeministrisë, ai ishte kordoni i policisë që po shihnin këto momente. Kangjëllat kanë qenë pak më sipër tek sa kalon Hotel Dajtin, aty te Hotel Dajti dhe pak më poshtë. Kjo ka qenë gjithë dinamika e ngjarjes ditës së sotme. Pra kemi një çarje të kordonit policor dhe policia u tërroq. Aty ka ndërhyrë policia, ka ndërhyrë me ujë, me makinën me ujë, po më pas janë tërhequr dhe policët dhe protestuesit kanë shkuar përballë kryeministrisë. Kanë qenë aty, kanë protestuar, kanë thirrjet e tyre. Është një protestë shumë interesante, pankartat kanë qenë të ndryshme, nga më të ndryshmet. Janë këto protestat edhe kur ishte protesta e studentëve, imagjinata e të gjithë atyre që ishte aty është shumë interesante. Ajo që bie në sy faktikisht, nga ajo që kanë vënë re edhe vetë, prindrit kanë marrë të gjithë fëmijët. Këtë vurare dhe unë, dhe fëmijët e vegjël, pra ishin nëna me fëmijë, fëmijët mund të ishin jo më shumë se 6-7 vjeç, 8 vjeç maksimumi, dhe ndërkohë, ka dhe bebe, ndërkohë. Është shumë interesante. Ndërkohë që vurare, dhe kjo është gjëja më e bukur ndoshta e kësaj proteste, ndërkohë që vurare goca me shumicë, goca pa fund, pra, përveç zonjusha pa fund, shumë zonjusha, e vërtet është. Që duhet jenë nxënëse, pra nuk ishin më shumë se 15-16 vjeçë, kupton? Po nxënëse, studente, ka... Dhe parania e kalamajve në protest. Ajo është shumë interesante. Domethënë, unë edhe dje, edhe pardje, ishte një grua, kishte edhe një flamur, po kishte disa pankarte që i kishte te fëmija po flinte gjumë, ishte një pamje shumë interesante. Ishte një burr, kishte 2 fëmijë që luanin aty në tokë, domethënë një protestë shumë interesante. Çfarë është kjo? I vëm dot një emër? Unë e kam quajtur revolucioni flamingove, nuk është pika ime në fakt, po sepse sot gjatë gjithë ditës është përdorur fjala revolucion atje, po ndërkohë është revolucion flamingosh. Po të shohësh janë ca goca i vinë vërdant me ca flamingo kështu në kartë. Besoj se drejta saj. Dhe është shumë romantike. Domethënë revolucioni flamingove, nëse mbetet ky emër, sepse nuk e di se edhe mund të shuhet gjatë ditëve, por nëse mbetet ky emër, mund them që është për herë të parë, nuk e di ka ndodhur në botë apo jo, ndonjë protest, në një tip revolte e tillë paqësore, qytetare, me emrin Flamingo. Flamingo duhet thënë një shpend tmerrsisht i bukur. Shumë i bukur. Pra edhe për më budallaj në botë, po të shohim një Flamingo, hop, hap gojën, mbetet me gojë hapur, aq i bukur është. Shumë i bukur. Po gjende një logo, besoj se e përfundojnë sot edhe gjetjen e logos. E pash e kemi Ledio, e kemi një poster më duket? Po, ka disa logo që po tentojnë. E kemi një poster që do të nxjerrë janë shumë interesante. Ndërkohë se para se ja fjalën. Pasur reagime edhe nga kryeministri. Jo, do vim para të reagime nga kryeministri. Ose më mirë, më thuaj reagimet e kryeministrit, apo e kemi më duket se e kemi sinkron? E kemi Ledio Ramën sinkron? Po. E kemi, ja të dëgjojmë Ramën sinkron dhe pastaj vazhdojmë. Ja çka thënë zoti Rama. Zoti Rama. Dorëgjën e kujt? Tuaj. Aha. Kam një përgjigje. Ti referohen arkivit të gjatë të këtij filmit vjetër, se tani më këtu s'ka asgjë tre. Unë nuk kam kërkuar të bisedoj me asnjë nga ata që për mua janë të kurdisur dhe janë të qartur. Kam kërkuar të bisedoj me ata të cilët kanë votuar për mua. Disa prej tyre edhe më kanë shkruar nga protesta e parë. Kam respekt për ta dhe me ata jam gati të bisedoj në çdo kohë, sepse ata nuk kanë dalë në protestë për... Po pra, ky ishte një sinkron, ndërkohë që kemi një sinkron tjetër të Ramës. Ta shohim dhe këtë Ledio. Zoti Rama.
Syri Televizion. Kisha dy pyetje, zoti kryeministër. E para, ju thatë që jeni kryeministër i votuar nga shqiptarët, patjetër, po besoj edhe qytetarët që protestojnë në bulevardin pas krave tonë, dhe ato janë qytetarë shqiptarë. Si kryeministër, besoj që një pjesë e të mirë qytetarëve keni detyrimin të thoni se kush po i shtyn këto qytetarë që të protestojnë, me që ju thoni që ka forca terta apo persona të tjerë mbrapa që i shtyn. Dhe pyetja e dytë, përveç kërkesës për dorëheqje dhe thirrjes për dorëheqje, nga protestuesit është artikuluar dhe fjala burg. Ju nëse do të ishit në kushtet... Fjala çfarë? Fjala burg. Burg për kryeministrin, nëse ju do të ishit në kushtet midis burgut dhe dorëheqjes, do të jepni dorëheqje për shmangur këtë fundit? Tani, unë nuk do të përgjigjem, sepse po të përgjigjem, do konsiderohem si njeri që nuk respekton mediat. Kështu nuk kam përgjigjem për të pyetje, sepse kjo pyetje nuk është pyetje. Fare. Kësaj pyetje i mungon çdo lloj etike. Ndërsa, për sa më takon, unë e di shumë mirë që ata që vinë protestojnë janë shqiptarë. Dhe unë nuk u përgjigja ndaj shqiptarëve që vinë protestojnë, u përgjigja ndaj atyre që thonë ne duam dorëheqjen pa kushte, duke thënë që unë nuk kam fare ftesë për ta. Nuk janë ata që kam ftuar unë, se unë e di se cilët janë ata, unë e di se si funksionojnë ata, dhe ata janë pjesë e manipulatorëve. Ndërkohë unë e kam me ata që janë pjesë e asaj turme, ose ati grupin bulevard, që nuk kanë lidhje me këta të parët, që nuk dalin në bulevard për të kërkuar dorëheqjen time. Për sa i përket burgut, kjo është një temë që meriton vetëm një koment nga ana ime. Koha kur njerëzve u tregoi burgu në për rrugë, është një kohë të cilën e kemi lënë shumë pas. Dhe unë jam njeriu që me krenari kam udhëhequr betejën më të madhe historike të shqiptarëve dhe të Shqipërisë për shqiptarët dhe për të gjithë të tjerët njësoj, duke i hapur rrugë reformës në drejtësi, duke i dhënë jetë një reforme që bla 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 të gjitha këto. I dim të fjalën brava. Dgjoj. Tani, sot Rama, para se të vazhdoj unë, sot Rama, zoti Rama, kishte një fjalë për protestuesit. A mund të na e thuash, të na i citosh fiks? Po, ai quheti nazist? Nga dje që ishin tradhtar të Shqipërisë, sot u bën nacionalist shqiptar. Pra nga dje që ishin tradhtar... E kemi të plot citimin? Kishte shtyr Greku, po, e kemi, mund ta lexoj. Nga dje që i kishte shtyr Greku që të bënin këtë protestën, e përsëriti prapë sot, që tha është një luftë hibride, tha apo na zhvilloi një luftë hibride, nuk na duan të mirën, armiqt ne tanë nuk na duan të mirën asnjëherë, nuk duan që ne të zhvillohemi, etj. Unë jam votuar nga 800.000 shqiptarë, unë do të qej për para misionin tim, sepse unë kam ardhur këtu për t'ju udhëhequr ju etj. Dhe pastaj tha që ato tha janë nazista. Shqipëria e shqiptarëve, ja ta lexoj tani. Dhe bëri asociacion me shprehjen e famshme Gjermania e gjermanëve. Ja. Dhe ky lloj digresioni që bëri kryeministri për të bërë një lloj përqasjeje të protestuesve. A lexo pak? Thot, mysafirët e paftuar të natës në selin e Partisë Socialiste. Shqipëria e shqiptarëve dhe këto qeta kinse shqiponjash që u lërasin kësaj rrugëve të kujtojnë Gjermaninë e gjermanëve. Me ata ulëritësat e verbër si këta mysafirët e natës tek selia e PS-s që e kthyen Gjermaninë në thertoren e hebrejve dhe katandisën në delen e zezë të planetit. Po me që Gjermania naziste është larg dhe zëre se i kam përpara syve urrejtje nxitësit e këtyre të rinjve pa busull, duke u thënë, ju s'jeni nazist, ju jeni patriot, prandaj jepini fort gojës së shthurur se do ta djegim Shqipërinë e tradhtarëve. Po shtoj që kjo, Shqipëria e shqiptarëve, është tëpkë si Greqia e grekëve. Tëpkë? Po, tëpkë. Ajo e atyre çakejve të agimit të artë, që donin t'i digjnin të gjallë tradhtarët, e ka shkruar gabim me ë, se duhet pa ë, e Greqisë bashkë me shqiptarët, të cilët sipas tyre po merrnin punët dhe parat e popullit grek. Çuditërisht, edhe ata ishin kundër investimeve dhe resorteve cilësore, me të vetmin ndryshim se këta shqiptarët tanë të vërtet
nuk kishin gisht në kuturisjen e tyre, kurse ata kanë gishtin e tyre në kuturisjen e këtyre. Fali Zot, se zdin se ç'bëjnë, thuhet në pra mbyll me një shprehje të Jezu Krishtit, nga dje që ishin tradhtar dhe ishin grekët që vinin me autobuza, sot, sipas kryeministrit, janë kthyer nacionalist. Qartë. Bimo, një koment nga sa dëgjove dhe nga se ke parë këto 3 ditë? Më lejosh fillimisht të shpreh kënaqësinë dhe privilegjin, njëkohësisht edhe përgjegjësinë që jemi përpara shikuesve tuaj jashtëzakonisht kërkues, dhe unë sa herë që jam këtu më duket sikur jam para një provimi për shkak të kërkesave të tyre shumë të larta. Dhe jam munduar që të kemi një lloj përgatitje për ato që do themi. Dhe ju kërkohet një koment për sa u foli Zoti Sebastian deri tani dhe për sa është sinkronet e kryeministrit dhe kështu me radhë. Më duket se demonstrata, unë kam jetuar për një kohë shumë gjatë jashtë, ka vetëm 2 vjet e gjysmë që jam kthyer, dhe situata me cilën jam ndeshur, më duket se demonstrata është shprehje e një pakënaqësie shumë herë më të gjerë sa thjesht ndaj një projekti turistik. Pra, ajo që kemi dëgjuar jashtëzakonisht shpesh në prag të fushatave elektorale dhe mbas zgjedhjeve, se votimi nuk reflekton atë pakënaqësi. Pakënaqësia nuk reflekton votimin. Pakënaqësia nuk reflektohet në votim. Në votim, po. Kam përshtypjen që u reflektohet në këto demonstrime, në këto në demonstratat që quhen, se nuk ka akoma karakterin e një proteste, nuk më duket se është protestë më shumë se sa thjesht një demonstrim i një ideje ndryshe. Më duhet të them që në kryet herës që duhet me qenë naiv po fare të mendosh këto investitorët e huaj vinë në Shqipëri sepse vjen keq për popullin shqiptar dhe duan që ne të zhvillohemi dhe që ne të jetojmë më mirë, edhe po bëjnë ç'është e mundur që ta zhvillojnë këtë vend, domethënë. Edhe kam përshtypjen që si elitat kombëtare në Shqipëri dhe kudo gjet, ashtu edhe investitorët e huaj në radhë parë kanë interesat e tyre personale, ata kanë interesat e fitimit, të fitojnë sa më shumë, dhe elitat kombëtare kanë interesa politike që duke bashkëpunuar në këtë formë të garantojnë jetën e tyre politike. Aq më tepër kur bëhet fjalë për familjen e presidentit aktual, i cili në shtypin amerikan dhe në zërin e opozitës amerikane po kthehet në legjend për sa i përket aferave korruptive. Vetëm nga janari deri në mars ka bler 3700 tituj pronësie, për cilat sapo ka bler tituj pronësie ka bërë nga një deklaratë që të rritësh blera e aksioneve të cilat i ka bler vet. Shembujt janë pafund, por duhet të them që familja e zotit president mund të krijojë avantazhe politike për një grup, por ama në sytë e opinionit, me sa duket edhe ky opinion shqiptar nuk është i panjohur për këto gjëra që ka të bëjë me afera korruptive, dhe prandaj po e shfaq pakënaqësinë vet në këtë formë. Në qoftë më lejon, do desha 2 minuta të bëja një argument që mua më duket jashtëzakonisht i rëndësishëm. Shoqëria shqiptare, për mendimin tim, është tejet e smur sepse vuan nga gjëja më themelore, më kryesore, mungesa e besimit. Dhe një shoqëri që nuk ka besim tek institucionet, nuk ka se si të bashkëpunojë me njëri tjetrin, sepse bashkëpunimi njerëzor realizohet përmes institucioneve. Ajo që dëgjoj rreth e përqark është që njerëzit nuk kanë besim ke doktori, nuk kanë besim ke politikani i ditës, nuk kanë besim ke shtypi, nuk kanë besim ke komshiu, nuk kanë besim pothuajse në as tek policia, tek kuvendi, pothuajse në asnjë gjë. Dhe në një shoqëri që mungon besimi, kjo mungesë besimi kthehet në mungesë besimi tek institucionet dhe siç thash, nëse njerëzit nuk bashkëpunojnë përmes institucioneve, do thotë që nuk bashkëpunojnë. Dhe fakti që njerëzit po dalin në rrugë të bërtasin që të dëgjohen, do të thotë që institucionet kanë dështuar në dëgjimin e zërit qytetar. Në këtë këndvështrim, kjo protestë ka një vlerë të jashtëzakonshme sepse po i thotë qeverisë që Jaku është një interlokutor i cili ka një diapazon ndryshe për të komunikuar se sa ata me cilët juve keni komunikuar deri tani. Sepse, siç vjetër edhe nga prononcimet e kryeministrit, ai është gjithmonë i gatshëm që të bisedojë me të vetët dhe jo me shqiptarët në përgjithësi. Pra thotë, ata të Partisë Socialiste me cilët ka komunikuar, me ata është gati të komunikojë, por jo me shqiptarët e tjerë. Dhe në këtë moment, Partia Socialiste, si e tërë, si organizatë politike, ndodhet përpara një përgjegjësie të jashtëzakonshme që do duhet të nuancojë qëndrimet e veta në raport me atë pjesë popullit shqiptar i cili nuk është antar i Partisë Socialiste. Nuk e di në çfarë raporti do të ishte dikush në gjendje të thoshte se qëndrojnë
interesat e elitës në Shqipëri me interesat e popullit. Kam përshtypjen që sa vinë edhe shkojnë drejt një divergjimi, sepse duket qartë edhe nga përmasat që ka marrë kjo lloj demonstrate. Për sa i përket të drejtës për të komunikuar dhe demokracia e cila ka prodhuar këtë ekip qeverisës, kam përshtypjen që mësimet që vinë që nga Greqia e lashtë vazhdojnë të janë goxha aktuale dhe për kohën moderne, sepse janë përsëritur shumë shpesh që në çdo lloj demokracie është vulnerabël ndaj tiranisë së shumicës dhe vulnerabël ndaj vendimeve të gabuara që mund të marrë një shumicë. Shumica nuk presupozon që ka të drejtë. Shumica thjesht në një moment të caktuar konfirmon një vullnet politik, po jo të vullosi drejtësinë e çdo vendimi që merr. Kështu në këtë këndvështrim nuk ka pse të mos merren në shqyrtim edhe shumë vendime që janë marrë deri tani, nëse nuk janë në përputhje me ato që dëshirojnë njerëzit. Ana tjetër, mua më duket që demonstratat e tyre 3 ditë më duket se janë bërë, tregojnë që nuk duket se ka një organizim të mirëfillt dhe mund të insinuosh sa të duash që forcat e errta, sikurse shoku Ramiz dikur në kohët e veta na bënte me dije që demonstratat që organizoheshin në atë kohë në Shqipëri ishin produkt i organizimit të disa forcave të errta, që ndoshta edhe vërtet kanë qenë, ndoshta edhe sot janë, po nuk duket që në mënyrën se si funksionon trupa e demonstruesve të jetë e organizuar. Ju mendoni që është genuine, ambasador? Unë mendoj që është thjesht nga rrjetet sociale. Unë mendoj që ajo që ndodhi në Zvërnec, me atë personin ka qenë pika e vlimit, që u godit me grusht dhe u të roj zvar, ishte si thuash tamam pika e vlimit, apo pika që mbush kupën edhe fillon e derdhet, sepse njerëzit në Shqipëri kam përshtypjen janë goxha të ekspozuar ndaj arbitraritetit të pushtetit. Në çdo sektor. Që nuk do të thotë që është arbitrar kryeministri apo zëvendës kryeministri apo ministri. Shoqëria shqiptare është e ngopur me arbitraritet. Një prokuror bën gjëmën, domethënë e ndjen veten që nuk është i lidhur nga asnjë gjë, për të nuk është ligji që e kufizon. Është thjesht vullneti i tij që nëse do ta bëjë një gjë bën, nëse nuk do ta bëj. Pra arbitrariteti i shfaqur në atë viktimën që e tërhiqnin zvarr, kam përshtypjen që po shfaqet pakënaqësia ndaj atij arbitrariteti është shumë e thellë se sa thjesht ai gjest. Dhe kjo që ndodh është, mua më duket goxha spontane. Natyrisht, marrëgutimin ta them këtë gjë sepse shikoj që në prononcimet e tyre kemi të bëjmë me ambientalistë, kemi të bëjmë me njerëz që kanë humbur pronat, me njerëz që nuk janë dakord me qeverinë për këtë gjë. Me nacionalistë, Çamot ishin atje brenda, po të shohësh flamur të UÇK-s, flamur të UÇK-s. Tani ambasador, që se më lejon, kjo është pyetje që do të bëj edhe për juve edhe për Sebastianin. Si ju duket, për shembull, kjo më ka bërë të buzëqesh, më intrigon shumë. Si ju duket për shembull që një flamingo martohet me një çam? Çfarë del nga kjo martesë? Nga ky çift? Për shembull, këtë unë nuk e kuptoj dot. Ja të filloj nga Sebi. Sebi, ma thuaj ndjesinë tënde, si e ke? Sa ti e pash, përveç USHK-s që thotë del një Prizren Li. Ha? Del një Prizren Li. Një Prizren Li, po marrim çamëri që kemi këtu, që i kemi këta shqiptarët tu afër, këtu brenda. Po pra, del një Prizren Li. Pra, revolucionin flamingove i bashkuar dhe me pjesën nacionaliste, me çamët, me anti-grekët, që janë pak a shumë të njëjtit, me thuaje, me UÇK-n, me anti-Izraelin, se kishte tabela, kishte nxjerrë Ramën si çifut kështu me ato, çifut nga ata ortodoksët. E pat besoj. Ndërkohë që sot luajnë ndeshja Shqipëri-Izrael, që nuk e dim se s'na doli, se ishte miqësore kombëtare, por nuk e dim se s'na doli. Se thua, ç'është ky konglomerat? Protesta në vetë shumë e bukur, njerëzit që marrin pjesë protest. Flas për ekspozimin e pankartave unë tani. Kjo tregon larushinë e ideve që qarkullojnë në Tiranë. Kjo tregon që kush i bëri bashkë të gjitha këto sensibilitete është pyetja, pra. Kush ishte ky gjeni që një ditë të bukur, pasi patën Zvërnes tha mjaft më. Si bën dot bashkë? Për një sekond, mjaft më. Do të shkruaj një status Facebook dhe t'i them njerëzve çoni se këtu mori fund gjithçka. Tani pas kësaj, pas që e mori zvarrat e na kanë vënë telat me gjëmba atje, tani do të dalim edhe hodhi një status Facebook dhe pa pritur u bën bashkë gjithë ky konglomerat i madh. Për shembull, unë këtë e kam vështirë ta besoj.
Po, prandaj dua që të më ndihmoni ju të besoj. Ka dy teza se si shtrohet linjat historike. Teza marksiste që historia gjithmonë progreson, teza hegeliane që historia shpaloset në arsye, ka dhe një tezë që e marrin nga antikiteti, po që shpeshere harrojmë që ka aksidenca. Aksidencat ndodhin rrugës, mund të duash të gjesh... Aksidente? Po, aksidente. Mund të duash të gjesh sa do lloj shkaqe të mundshme, çdo lloj shkaqesh të mundshme, por nuk mund të shkosh asnjëherë në fund të saj. Askush nuk e di pse në shekullin e 13 Kina kishte flotën më të madhe në botë dhe e mori dhe e dogji. Disa thonë e dogji për shkak se u pasuruan shumë tregtarët kundër dinastisë, jo dinastia këtu atje, ka aksidenca në histori. Askush nuk e di pse lindi një revolucion. Pse revolucioni francez është 1789, po nuk është 1654. 1654 ka qenë shumë më totalitare se 1754. Sigurisht. Pra, po të bëjmë digresionet të këtilla, mund gjejmë shumë gjëra. Pra, historinë mund ta shpjegojmë edhe me një konspiracion, ku ka një fuqi të madhe gjithmonë, e cila kontrollon gjithçka me një regji. Por ne harrojmë gjithmonë një gjë, dhe kjo besoj ne na bën shpeshherë impotent. Ka genuinitet popullor. Populli në vetvete, qytetari në vetvete, është i mbushur me aksion, është i mbushur me emocion, është i mbushur me ide dhe me politik. I ka të gjitha brenda. Aktivizimi qytetar, mbledhja dhe ky lloj aktiviteti qytetar prodhon gjithmonë aktivitet politik. Mund bëhet revolucion, mund bëhet revolucion, dhe çfarë do lloj gjeti. Që ekziston pa krahësia, jemi dakord pra. Po pra, aktualisht. Problemi është se thuash kush i bën bashk. Po pra. Dhe kush i thot mblidhurin në këtë ditë. Nuk ka për ta gjetur njëri. Po se kjo nuk mund të jetë pra. Ne të tre mund të jemi gjithë të bashkë. Po jemi bindur që kur ndahemi secili mendon gjëra ndryshme apo jo. Ne të tre nuk mund të mendojmë dot në të njëjtin çast, të dhënë të njëjtin gjë. Po pra, po. Pra, këtu nuk ka konspiracion. Atë po mundojmë. Në Rumani, në Rumani, Bullgari, në Beograd. Dakord? Në Ukrainë para pak vitesh. Dhe në shumë vende tjera që ti ditë kemi diskutuar bashkë, apo jo. Ka rënë rasti. Gjithë kjo revolucioni si quhet portokalli e këto të gjitha. Të gjithë pranonin që mbrapa ishte një fuqi e huaj që organizuar. Po që s'ka pa kanajsi poshtë. Ja prap. Me këtë jam dakord që ka pra. Unë tani përveç kësaj kam luksin në studio, pasi shoh ngjarjet, se kjo është puna jonë për të paguhemi, që të mundohemi të kuptojmë dhe mekanizmin, çfarë bëri, çfarë lindi, çfarë prodhoi. Por është njësoj si shofësh një fëmijë, një fëmijë të bukur dhe thua, kush janë prindërit e këtij fëmijë vëlla? Si lindi ky fëmijë më burr? Kjo është pyetje legjitime, pra nuk është se ne pastaj po të jemi për tac, ne heqim fare nga ekuacioni apo jo ambasador, dhe themi nuk na intereson fare se si është organizuar, është e bukur dhe pikë. Ne mund ta lëndë këtu debatin, kjo që po ndodh, është tmerësisht e bukur dhe pikë. Unë, kur është ditë e 4 që ndjek protestën, nga ekrani, se unë s'marr pjesë vetë në protesta, po ka protesta që i mbështes, ka që nuk i mbështes. Shpirtërisht po flasë, kështu emocionalisht, qoftë edhe racionalisht. Kjo është një nga protestat më të bukura që kam parur. Kjo ja fut atyre studentëve, ja fut atyre që ishte e sajuar ajo. Thuaj armëve kimike në 2013, e kupton? Kjo është ndoshta më e bukur që kam parë në gjithë historinë moderne të Shqipërisë, dakor? Tani do rrim te kjo dhe do themi a do funksionojë kjo protestë, se këtë do ta bëjmë ne, apo do mundohemi të kuptojmë se kurioziteti i njeriu ky është. Ora një sekond vëlla. Kush ishte kjo mendje geniale që pikërisht përfitojnë në kuptimin e mirë të fjalës nga pakënaqësia e mbledhur prej vitesh që tha ambasadori nga mungesa e besimit dhe kontratë de confiance, sepse nuk ka një kontratë besimi apo jo. Nuk ka kontratë besimi, ambasadori ishte perl. Ndonjë s'ka kontratë besimi, është gati të vlojë, pra po vlon gjëja. Pyetja është kush arrin që këtë energji që është shumë planshe, nacionaliste, flamingot, UÇK-ja, që ishin tjetër mos se janë shumë rrymë atje, po ta vësh re. A ishte interesante sepse... Prit ta mbaroj. Ideja është do ta flasim dhe këtë, kemi mundësi të zbanë ndonjë gjë, mua kjo më intereson me ju sot, për shembull. Se pastaj pyetja tjetër, si të vazhdoj protesta, unë shpresoj që të vazhdoj sa më shumë, dhe të jenë sa më shumë njerëz, se po shoh që më ka shkruar tani këtu tek Totusi. Më thonë Çani për shumë, më thotë ky Çerçizi, Çani mos gënjeni, sot ka pas më shumë protestuese dje se kam çdo ditë që shkoj atje thotë. Më thotë Çerçizi. Në vërtetë është. Unë uroj që të jetë kështu, po Sebi që ka qenë atje, sapo më tha të kundër që ditën e parë ishin 20, sot mund të ishin 10 apo jo Seb? Ditën e dytë kanë qenë 20. Okej, sot mund të ishin 10. Pra ka një rënje. 10-12.000. Kjo do thotë që protesta nuk ekziston, se mund të jetë 3.000 dhe prapë jetë e bukur. Është qarkulluese pra, ditën e parë kanë qenë gjithë aty, kurse sot Kështu që Çerçiz, 1000 vinë. Çerçiz rire hat plak, mua më keni me vete. Mos dukem sikur jam nuk po minimizoj asgjë. Këtë protesta unë kanë vite, po ti ndoshta s'e kanë ndjekur që kam thënë, kam dhënë dhe këtyre me modesti. Ambasadori kam thënë këtyre të opozitës prej vitesh. Ore, pse dilni atje dhe bëni kështu? Pse? A keni byt të nxini njerëzit?
Të jenë shumë njerëz dhe të rinë atje pa forum, pa fjalime fare. Ore, ka mundësi asnjë fjalim vetëm të rinë kështu vëlla. E kur bie nata të ndezin dritën e celularit. Kaq po mos shani njëri fare më vëlla. Ti që bën këtë emision do të cilësohesh një regjizor i protestës? Për shembull dikush do mendonte Çani e që Le mos ikim, le të rinë të thelbi. ose ne themi të njëjtën gjë që dikush po kontrollon diçka. Dikush që të shef ty thot Çani thot është ai i cili me të vërtetë shtyn përpara protestën. Do e besoje këtë? Unë vetë? Po. Sigurisht që jo, mo. Atëherë, pse Shike ne ka. duhet besojmë që ka një regji nga mbrapa? Por e se unë bëj një pyetje të thjeshtë, që njerëzit të mbliven kaq shumë papritur, një ditë të ç'a ishte? Ditë e shtunë e dihet. Diel. Askush nuk e dinte vëlla. Tani, por këtu bjem dakord, që nuk e prisë njeri. Je dakord me mua? E dihet ditë e shtunë do bëj këtë protestë? Më thuaj të vërtetën. Sigurisht në rrjetet sociale u njoftuaja. Po. E dihet do dilnë aq shumë njerëz, se kështu në rrjetet sociale. Të thjeta parashikoj. Ore, të gjithë partitë kur bëjnë proteste, lajmërojnë rrjetet sociale, më nesër të sheshi, këtë e dim ne. Puna është, e prisje të ishte kaq e madhe dhe kaq e bukur, me njerëz të bukur qytetar. E prisje ti këtë? I duke prisje. Mos thuaj që sep tani, të lutem. Jo, më ka kënaqur. Je surprizuar pra. Sigurisht. Tani unë këtu, kur them që ka një dorë mbrapa, nuk e them me të keq, ore. Se unë dua të ketë dorë fatikisht. Po mos ke dorë. Nuk ka. Prit, po mos ke dorë, protesta do të shtoj. Sepse do vi një moment, po ja po ta them unë, do vi një moment dhe këtu më kundërshto. Ambasador, do vi një moment, e zëm kjo protestë do vazhdojë fort. E zëm marrin skenarin më të bie Rama. Pyetja është, kush përfaqëson këta njerëz vëlla? Do vënë zgjedhje? Pyetja është, më fal. Ajo është gjë tjetër pas. Jo, nuk është gjë tjetër fare ajo. Jo, Sebi, një sekond. Nuk është gjë tjetër fare ajo, ajo është gjëja. Ato po shprehin një Në qofse ka organizim, do me thënë që unë kam shpresë nuk duhet të kem në fakt se shpresa është për të doptit. Po kam një pritshmëri që mbase dhe funksionon. Në qofse ne vërtetojmë që kjo është komplet e natyrshme, dhe dolën njerëzit pas një shënimi në Facebook të dikujt, rastësisht, të që është që kam lef, se pa që kishte gardh në Zvërnec. U mor zvar. Dhe u mor zvar ai i shkretja atij, ai djali që ishte, që po shkonte në shtëpinë e vet. Pri sekond pra. Qofse ti do më thuash që ka dalë nga kjo, unë jam shumë i mërzitur. Sepse unë do doja që kjo të përmbyste çdo qeveri kjo lloj proteste, çdo qeveri, bashkë me opozitën, dhe të dilte vetë, vëlla, të thoshte njerëzve, ja, ne po ju ofrohemi për të bërë Shqipërinë që nuk e keni pas deri tani. Po nuk ka organizator. Ambasador. Të lutem, më të vazhdojmë të li. Futën unë të pas sot me ju. Unë në fakt e kam pyetje ore, se unë nuk është se kam informacion. Do më duhen 2 minuta për të bërë një sfond mbi cilin zhvillohen ngjarjet. Ka një sfond ndërkombëtar mbi cilin zhvillohen ngjarjet. Dhe prandaj po ta shikojmë ka një nacionalizm nga dy palet, si ata që janë në demonstratë, dhe ata që janë kundra demonstratës në qeveri, flasin për nacionalizm. Ne do dalu 2 minutë me kushtin që të më lësh disa sekonda të vend furnizohemi se jam pa karburant. Dakor? Të vazhdojnë? Jo, të ikit furnizohen pak unë? E ke bezdi? Po, jo. Ikim pas xhanëm. Fare. Ecim bashkë se jemi në fund. Fare. Shoh që në ka bërë çek motori. S'na bën asnjë çek motorin e. Se ne vjen furnizohemi te SPO Ili. Këtu ambientalistë tani për shumë, këta ambientalistë e vërtet tani këtu, se po, thonë, mos qanë, si e meneti ti akua me naftën. Nuk e do dorë nga naftën, nga benzina më shumë, pak të ndretë, nga e benzinës, për qena e zhurma, Kjo zë thotë si dua dhe elektriket, janë të interesante. I dua të dyja. Si janë besnik, ju kanë thënë, mund të shkoj me të dyja. SPO Il fiksoni mirë të logo, se është e paparë. Fiksoni mirë. I vetë një karburant që të mban makinën në grand form, në form të lartë shumë. Merë frymarrje motori, performancë brillante, dhe nuk bën çek motori. Kjo është shumë e rëndësishme. Është pa hile. Si ku është SPO Ilit. Atje ku janë sytë tu, po të hecën në rrugë dhe është pa mund mos e shofër, sepse kjo logo bie në sy, dallon nga të gjitha. Edhe kur del nga Tirana, mos fut asnjë zorë të rastishme në makinën tënde. Vetëm këtu. Dakord? Bravo, Said. Papar, Saidi. Papar. Ledi unë them, mos bëjmë pauzë fare, vazhdojmë me ambasadorin. A Ledi jo? Jo, se duhet. Jo mos ik, aman të lutem. Duhet ikit. Jo Ledi, të lutem, mos ik. Jo, do ikit. Aman Ledi, mos ik. Ja. Duhet.
Pjesa e dytë jemi me Ujin Selita, Sebastian Zonjën, Gasar Plus në MCNTV dhe ambasadorin e famshëm tashmë, dhe të mirë njohur nga gjithë ju, mikun e emisionit, Roland Bimo, rreth 43 vjet karrierë diplomatike, duke filluar nga Kina, Amerika dhe shumë vendet e Europës, i tërhequr nga përqefin e vetë sigurisht në jetën e tij tani, prej 2 vjet e gjysmë. Ambasador Bimo, pas falenderimit për kontributin që po jep në dekriptimin e aktualiteteve ndërkombëtare, por pastaj edhe lokale siç është kjo, po që me siguri mund të ketë një sfond ndërkombëtar dhe kjo, ambasador, pra brenda jemi, a mund të lutem të më bësh qefin mua personalisht dhe aty që na dëgjojnë, duke u përgjigjur pyetjes time direkte dhe pastaj të bësh ato 2 minutë në elaborimit. Pra, sipas jush, një protestë e tillë, demonstratë si doni ju, paqësore e bukur shumë. E bukur. Ka 2 opsione. O ka organizator nga mbrapa, që mund të jetë me një staf të madh që organizon, që mund të jetë fuqi e huaj ose fuqi lokale, nuk ka rëndësi, se këtë nuk e dim akoma ne mund të spekulojmë, ne mund të themi çfarë duam, por nuk e dim. Ose nuk ka fare, është gjenuine siç thot Sebi, që mund të jetë natyrshme. Është thjesht kjo derdhi i gotën që thatë juve, zvërnesi, e morën atë djalin e morën zvar atje, e kupton ti, në mes plazhit, ca kapuçonjë të zi. Tani, ambasador, për të ardhmen e afërt, Edi Ramo po marr skenarin, që është skenar që nuk ndodh, po çon si ka, teorikisht mund të ndodhte. I jep dorëheqjen. Thot jo, nuk jep dorëheqje, thot do vemi në zgjedhje, me që ju më vini në dyshim legitimitetin. Dhe për 1 muaj, ku di unë, për 2 muaj bën zgjedhjet. Kush janë përfaqësuesit e kësaj proteste që do shkojnë, që do dalin në listën e votimit? Kjo është pyetja ime. Okej, atëherë do më lejosh të vazhdoj të përdor metaforën tuaj të fëmijës së lindur, çfarë fëmijë ka lindur? Jo, nga kush janë prindrit? Okej. Prindrit ne do të dim fëmijën, pastaj që e kemi fëmijën, protesta është fëmia, demonstrata. Fëmijë e bukur shumë. Protesta nuk ka prodhuar ende absolutisht asnjë lloj trajte konkrete që ta përkufizojnë si fëmijë. Janë disa njerëz. Jo, kjo është simbolik. Mirë, po pra. U them kush e lindi protestën? Protesta do kishte formën e lindjes së një fëmije në momentin që do kishte atë që thatë juve. Një organizim, një statut, një... Unë nuk e tham që e ka, unë pyes, a e ka? Nuk e ka. Nuk e di. Për momentin nuk e ka. Pra, ju thoni nuk e ka? Nuk e ka, dhe ajo që është një proces, lindja në proceset politike, lindja nuk është një moment. është dinamik. Eksakt, në dinamik, në ditë, ndoshta javë, ndoshta muaj. Deri tani nuk ka absolutisht asnjë lloj shenje që kjo lëvizje mund të ngjizet në një lëvizje politike nga e cila nesër pastaj mund dalin figura të cilat do të udhëheqin në Shqipërinë apo do të qeverisin Shqipërinë. Deri tani nuk ka asnjë shenjë të kësaj natyre. Ndonse parullat më të forta janë dorëheqje, kam përshtypjen që synimi atyre është që të ketë më shumë transparencë për projektin turistik në fjalë, sepse edhe protesta, edhe mënyra se si trajtohet protesta, për një farë kohë edhe neve këtu, më shumë po merrem me gjëra anësore se sa me esencën e gjës. Çfarë po ndodh me këtë projekt turistik? Pse janë 6 kompani? U morëm djerën e emision këtu. Okej. Një Delaware edhe del një Dallavere. Po, bravo, është perë kjo, Dallavere, është perë. Dëgjoj, di pse nuk duhet fuj atje unë sot, se duhet merresh një çik me protestën se pëlqen shumë. Atëre, shive qarkullon për të ndihmuar, për të ndihmuar argumentin tim në fakt, në rrjet. Nesër në Vlorë pritet që të zhvillohet një kundër protestë, ambasador. Okej. Po ushtrohet presion ndaj punonjësve të administratës publike nga zona të ndryshme, siç është Konispoli, Saranda, Gjirokastra, Tepelena, Lushnja, Fieri. To nuk janë gjërat panjohura, janë cituara se s'ka ku të shkojë, nuk janë gjërat panjohura. Po duan ta organizojnë, duan t'ja bëjnë një kundër protest i vënë përballë me njëri tjetrin. Që disa e duan tani etj, ju s'doni zhvillimin. Për ata që janë të rinj në moshë, kjo duket shumë më tërheqëse, shumë seksi si i thonë, kjo gjëja, demonstrat kundër demonstrat, miting kundër miting. Për mua që kam kaluar një 2-3 herë apo 4 herë në vendin tim apo që kam parë edhe në vende të tjera të botës, është jam më qesharake që mund ndodhi, të organizosh protesta pro. Kjo është gjëja më... Në Beograd Vučić organizonte. Po, i ka stacionuar dhe i ka vënë që të tenë aty të përpara... Në vende të tilla bëhen. Mund të ndodhin, por nuk janë të shëndetshme, nuk të çojnë përpara. Nuk ka rëndësi, ideja është të përçajnë. Duan të përçajnë njerëzit. Të kthehemi ke pyetja. Ju thoni nuk ka. Shoqëria shqiptare më e përçarë se sa është sot, nuk ka se si të përçahet më. Domethënë çdo lloj veprimi që mund të ndodhi ne mi ke vëja poshtë pare këtu, për sa i përket përçarjes apo besimit. Çdo lloj veprimi që të bëj përkundrazi do i bëj njerëzit bashkë
më shumë se sa do t'i përçaj. Unë nuk që t'i kthem pyetjes tuaja, më duket se nuk ka lindur në një proces politik i cili të sfidojë realisht qeverinë. Ata protestojnë për Nuk ka lindur, këtu jemi dakord me nuk ka bashkë. lindur. Unë mendoj që nuk ka lindur. Pyetja ime është- Dhe nuk shikoj absolutisht asnjë Pyetja ime shenjë është- organizative. Por një njeri si puna ime që do donte që të kishte një organizator, që të kishte një qëllim kjo protesta, të kishte një objektiv. Ja jeni dakord me mua apo jeni kundër që kur një lëvizje e tillë nuk ka organizator, Patjetër që është është destinuar të humbasë. Patjetër të zhduket, po. Jemi dakord. Po. Me këtë jemi dakord se. Patjetër, Apo mirë. jo? Shiko, mirë do ishte të kishte një kokë, një organizim, një zë përfaqësues, që çfarë duan të kanalizohet, sepse në fund fundit nuk rrihet gjithë ditën protestë, domethënë edhe gjithë jetën protestë. Prandaj po them. Protesta ka, shiko, esenca e protestës, demonstratës është që në momentin kur njerëzit ndjejnë që nuk po dëgjohen përmes kanaleve zyrtare, si që jemi neve sot në Shqipëri, që nuk ka asnjë lloj kanali përmes të cilit ti mund të komunikosh me qeverinë. Unë nuk e di çfarë kanali ka për të komunikuar me qeverinë. Se shka tha numër telefonin duket që do të ankohesh për shumë ku diun për dikë, do marrësh të numër dhe do vi policia. E Albania, po. Se shka kështu që mund të ankohesh. Okej, atëre... Nuk e di sa funksionon ajo, se s'ka provu ndonjëherë. Atëre është... Ledio, më falë vazhdor se e shoh që është çik vap. Nuk e di. Të lutem më dërgo diarin me pultin e kondicionerit se këtu ka vap plak. Nuk e di pse janë hap kondicionerët sot. Ma dërgo urgjent tani. Ndryshe nuk vazhdojmë dot. Dakord. Pra, Jubria jo plotësisht pyetjes tuaj, por ajo që po mundon të them që nuk shikoj që të ketë organizim. Pra fatkeqësisht dhe nuk më duket se nga kjo do të lindi në një lëvizje politike e cila mund të sfidojë. Kjo është pyetje tjetër politike. Po dikush mund ta akaparojë këtë protest? Ajo që ta përdori? Mund ta bëj Do vetëm? sugjerisht mendimin tim, jo. Jo. Në Shqipëri jo. Të gjitha forcat politike në Shqipëri janë Ma jep që pa besueshme, po të shikosh me 2%, 4%, 3%, 5%, 7%, 8% elektorat, nuk ke se si të krijosh moment politik. Është vështirë. Ajo që... Jo, s'ka problem nëse është xhami, ha? Doja, kur ju kërkova 2 minuta, desha të bëj këtë argument. Tani po, jepi, ambasador. Të dyja palët në përplasje kanë shenja nacionalizmi, nacionaliste. Njëri e ka nacionalizm të mirë, tjetri e ka nacionalizm të keq, varet nga këndvështrimi i gjithë secilit. Për një kohë të gjatë, Shqipëria në mënyrë të veçantë, po dhe gjithë bota, është ekspozuar ndaj tendencës për të xhbërë nacionalizmin, për të jetuar të gjithë në një ombrell të madhe të Bashkimit Evropian, apo në një botë pa kufi, apo në një botë liberale, apo në një botë konsumeriste, që e ka sfumuar elementin nacional. Dhe ajo që ndodhi në Amerikë, MAGA, nuk është se vajti zoti presidenti i Amerikës aktuali, atëherë në opozit apo më përpara, derë më derë dhe krijoi lëvizjen MAGA. Ishin me miliona njerëz që në një moment caktuar menduan njësoj. Jo, ishte realitetin teren, po, dakord. Dhe nuk është ata nuk funksionojnë si parti politike, ndonë se kanë shenjat e një partie politike, se ka një lider. Ka dhe president. Po pra, që ishte dikur, sot president. Po pse lindi? Sepse për shkak se globalistët ja kishin hequr një pjesë të mirë të vendimarrjes autoriteteve vendore dhe vendimet merreshin nga instanca siç është sot Bashkimi Evropian, apo siç është Organizata Botërore e Tregtisë, apo siç janë organizata të tjera, bankat me radhë. Që vjen në rastin konkret tek Shqipëria. Liderat tanë, ata që kanë qenë këta që janë dhe ata që do vinë që ose do vazhdojmë në të njëjtën trajektore, kanë jashtëzakonisht shumë herë më pak pushtet në vendimarrje reale nga ai që pretendojnë, sepse janë thjesht aktorët në teatrin lokal. Regjia dhe skenari shkruhet në vend tjetër. Që në këtë këndvështrim populli e ndjen, qytetari thjesht, e ndjen që ka një gjë që nuk shkon. Dhe këto lëvizje janë më shumë për t'i rikthyer Shqipërisë një lloj vendimarrje lokale, për t'ia marrë nga duart e globalistëve, për t'a kthyer tek populli shqiptar, për të marrë vendime vetë se çfarë duhet bëjmë me Ishtun e Sazanit, dhe se çfarë duhet bëjmë me Zvërnesit, se çfarë duhet bëjmë me këtë. Argumenti pa parë. Por njerëzit që nuk janë koshient tamam dhe nuk ka një lëvizje politike të mirë fillt nacionaliste në Shqipëri, jo nacionaliste me atë autoktonus, ato janë thjesht që më shumë bëjnë dëm se sa bëjnë mirë. Nacionaliste të mirë fillt në kuptimin e mundësisë patriotizmit thonë. As patriotizmi, le të gjejmë një fjalë tjetër. Mundësia që vendimet të merren në një masë të konsiderueshme me pjesëmarrjen e popullit shqiptar. Po kjo është halli të gjithë Europën. Po pra. Ky është halli francezëve, i gjermanëve. Prandaj Macron me radhë gjithë shokët e vet. Sovranitetin këtë vende e kanë dërguar në Bruksel. Po pra. Ja u ka marrë Bruksel. Dhe prandaj po i shkojnë punët për lum.
Dhe prandaj janë lëvizje. Dhe ju thoni që Shqipëria nuk ka hyrë akoma në BE, bën sikur do të hyjë nëpërmjet Ramës, se për mua ai nuk do të hyjë, po bën sikur do, është narrativa që duhet ta bëj, sepse kështu është e pëlqishme, është seksi. Do hyjmë në BE, do hyjmë në BE. Ju thoni që Shqipëria mund të ketë kapacitet që nuk po e gjejnë dot francezët, se po e gjejnë dot gjermanët, se po e gjejnë dot italianët. Shqipëria Kapacitetin për të vendosur vetë. Protesta, demonstrata, pakënaqësia, hutimi që vjen vërdall në gjithë shoqërinë, do vi një moment që do të kristalizohet dhe do të kuptojë që statusi, gjendja e tyre vulnerabël, impotente, debole, që nuk janë në gjendje të marrin asnjë vendim, vjen edhe për shkak të politikave që ndiqen në drejtim të integrimeve më të mëdha. Pra, ti ke humbur vendimarrjen mbi fatet e tua, sepse po ja beson një organizmi tjetër. Kjo është ndodhur në Amerikë, kjo është MAGA. Kjo është ndodhur me AFD në Gjermani, kjo është ndodhur në Shqipëri. Si e shikoni ju që kjo po sepse ka parulla goxha nacionaliste në mesin e atyre që po demonstrojnë apo protestojnë dhe që Shqipëria nuk është tokë për të shitur. Po. Çfarë parulla tjera kishin? Atë është i yni. Shikoj, indirekt kuptohet një gjë. Kto që bënte Krishtik Spahiu dikur pra, kam përshtypjen. U kishte atë lëvizjen kuqezia apo. E cila dështojnë atë kohë. Po. Dështojnë sepse ky ishte lider i keq. Këta që s'ka lider fare mund të fitojnë, nuk e kuptojnë atë, nuk më rri ambasador. Ideja dhe ekzekutimi janë gjëra që janë shumë larg me njëra tjetrën, sepse nëse unë jam kryetari i Partisë Nacionaliste dhe rrugës pastaj bëj 1 milion dollarë me 1 milion njerëz të tjerë dhe devijoj nga ai kursi për të përfituar për vete, patjetër që nuk jam më një nacionalist që do të çojë një lëvizje përpara. Dhe kjo ndodh shpesh me liderat lokal që në mes të rrugës harrojnë se për ku janë nisur për 1 milion arsye, edhe arsye korruptive. Dhe nacionalizmi në këtë vend nuk funksionon, ambasador. Ju e keni parë që sa Berisha dhe Rama bëjnë nacionalistin para zgjedhjeve, sidomos, për të ngritur turmat, bam vjen i godet gringo. Del gringo, bam i godet. Sa herë që këta mundohen të thonë Shqipëri e madhe, paf dalin gringot i godasin. Pikërisht pra, sepse operohet me terminologji për të përfituar politikisht dhe jo për të shërbyer popullit. Dhe kur ndryshimi këtyre njerëzve kanë dalë në rrugë sot, që thonë Shqipëria e shqiptarëve, Shqipëria nuk është për të shqitur e tjere. Kur ndryshimi nga diskuri i liderëve që njohin? Ata shprehin një vullnet, se ata nuk kanë asnjë gjë në dorë për të ekzekutuar. S'kan asnjë në dorë. S'kan asnjë në dorë, po shprehin një vullnet. Dhe ky vullnet ndoshta uroj që të gjej kanalin, rrugën, të kristalizohet një moment në një formë përfaqësimi politik, që me siguri do të kishte. Unë jam shumë të drejtë për thoni që nuk është se ka shumë nerv nacionalist në Shqipëri, sepse po të vëzhgosh në 2009-ën, në kulmin e marrëveshjes detit, për cilën flitet kaq shumë sot, kur sapo ishte firmosur marrëveshja e detit, nga Basha Berisha me dhe sapo kishte filluar procesi i kontestimit të kësaj marrëveshje, në zgjedhjet e vitit 2009 pothuajse ajo ekipi në pushtet nuk ndjeu pothuajse asnjë pasojë nga ajo marrëveshje e keqe që kishte lidhur në dëm të interesave të qeverisë. Që në fakt ajo ishte marrëveshja më e mirëmundshme. Nuk hyj dot në atë analizë, po them, për sa kohë ajo marrëveshje është konsideruar si jo në interes të popullit shqiptar, ama populli shqiptar pak e vrau mendjen për ta shprehur nga Edi Rama, i cili në atë kohë po ndelojnë turqëve, dhe ti e di shumë mirë ambasador Robea. Se çfarë kanë për Vasken është analizë. Po them në pamje të parë, populli shqiptar, ne këtu në studio po së morëm me këtë ambasador, më bie gjithë pikërisht pra. Po së morëm me Prapaskenën pak. Pikërisht pra, do merrem edhe me Prapaskenën. Po për momentin, unë po mundohem të bëj argumentin që për popullin shqiptar, në pamje të parë, nuk është se është një popull ultranacionalist. Ndërkohë këtu po shfaqet diçka. Po shfaqet pra sepse është pikërisht ajo që i është hequr e drejta për të marrë vendime. Populli shqiptar nuk ka asnjë lloj vendimarrje. I merr elita me kapitalin e huaj. Po nuk ka as populli francez tani po flasim, as populli italian, as populli gjerman, as populli të gjitha vendet e Bashkimit Evropian sot. Prandaj po rritet kjo që është quajtur djatha ekstreme nacionaliste, që thon Franca e francezëve, prioritet francezëve dhe pastaj të huajve. Se cili ka. Prandaj po rritet në shifra e sondazhe. Atëherë me lejen tuaj do doja që të bëndim. Nuk e di, jo, se unë jam në koherencë me të që thonë ju. Diferencë goxha esenciale midis situatës së Shqipërisë dhe në Francë. Nuk po i krahasoj. Po dua të them që po ta relativizojmë, procesi ishte i njëjtë. Jemi dakord. Vetë është i njëjtë. Po pra, shiko, për ta më duket e kam përmendur edhe një herë. Që ta shpëndajmë çik bisedën. E kam përmendur edhe një herë tjetër dhe kemi qenë dakord që meriton një emision të veçantë. Në fund të ditës, ajo që ndodh sot në shkallë globale është lufta midis dy sistemeve të ndryshme ose të kundërta të qeverisjes. Një është sistemi amerikan,
i ekonomisë politike amerikane dhe një sistemi britanik i tregtisë lirë. Sistemi britanik i tregtisë lirë që ka funksionuar edhe në ato institucionet e I lexuam, pra. edhe deri tani, Lezuam që parë. institucionet e tregtisë lirë që praktikisht janë globalizmi, kanë treguar që e çuan botën në gremin në kuptimin e diferencave në të ardhurat e njerëzve. Pra po çikosh polarizimin e shoqërisë në Amerikë, edhe kudo në Europë, të pasurit janë shumë të pasur, dhe të varfrit po bëhen gjithmonë më të varfër. Trenës së mesme sa vjen e hollohet. Pra është në këtë sfond që zhvillohet lufta midis globalistëve dhe nacionalistëve, midis dy shkollave, midis dy ideve, sistemeve të ndryshme. MAGA është përfaqësuese e sovranistëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës që duan të kthehen tek etrit themelues të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo është e protesta sot me Vlorë. Cila radio? Kjo, Vlorë. në imazhe. Në Vlorë? Po, A, kjo është e Vlorës? po. Ka pas dhe në Durrës. Ndërkohë, po... Pra kjo globalist dhe sovranist kërkojnë që të marrin, të jenë zotër të vendimeve të pra, marrin. pra, doja ta fusi e këtë aspekt të kësaj, apo jo. Dhe ti thua, kjo që po shohim ne këtu në Tiranë, mund të jetë dhe, se thua, pasqyrimi kësaj që thoni ju. Ose një lloj... Unë besoj shumë që është kështu. Është shu, thoni ju. Pavarësisht se shumë nga njerëzit nuk janë gjendje të artikulojnë në këtë formë, pa ajo që ndjejnë në lëkurën e tyre, është kjo që them unë dhe e shfaqin në këtë formë, siç po e shfaqin në protestë. Dhe do vazhdojnë ta shfaqin. Pavarësisht se sa do të jenë gjendje që të krijojnë një produkt politik. Dhe në përpasken, thoni ju, nuk ka asgjë. Të gjithë ta njerëz, edhe pse janë të sensibiliteteve të Nuk do ndryshme. thosha me plot gojen, unë do thosha që në këtë morinë e 20.000, 30.000 apo 40.000 sa mund të jenë, Jo, nuk janë aq, jo. po 20.000. Mund të jenë një grup i vogël i organizuar. Nuk ka rëndësi sa janë, në fakt. Jo pra, Është aq e bukur si protesta që nuk ka rëndësi numri. mund të ketë një grup të vogël që janë të organizuar. Dhe rreth të cilëve disi rastësisht apo disi jo rastësisht grumbullohen edhe të tjerët. Po nuk më duhet që të ketë një konspiracion. Shumë shoqata e folëm dhe me Sebastianin. Ja, Sebastiani do të thotë, kush janë organizatorët që nuk janë të fshehur në fakt, që janë organizatorët që gjithsesi këta të ambientit të natyrës apo jo. PPN-ja është më e madhja. Po mund t'i thuash to se ti i ka thuar shkurt, po njerëzit nuk se e kuptojnë shumë atë i na dëgjojnë. Ti gjej do të 40 që kanë Jo të 40, jo kryesorët. Euronatura dhe PPN. Euronatyra, Dhe PPN. Natura, Euronatura. Euronatura është më e madhja në Evropë. Dhe PPN-ja është Dhe PPN-ja është këtu tek ne. Në Shqipëri. Ambientalistët janë dy më të mëdhajet. Pastaj organizata të tjerë, organizata për drejtat e njerëzit, organizata për drejtat e kafshëve, organizata për mbrojtjen e ambientit, etj, ka shumë. Ka dhe shumë influencerat cilët bëjnë thirrje. Tani logjika është, nëse ti ke një heterogenitet kaq të madh, logjika të çon që ata që dëgjojnë ambasadorin thonë, shumë interesant. Dhe 10 veta që e ndjekin dhe e kanë qejf, thonë do shkojmë edhe ne. Ata që të ndjekin ty, edhe ato 10 shkojnë aty. Po 10, 50 veta që flasin media, çojnë 5.000. 5.000 të tjerë i thonë 5.000 të tjerëve, dhe kjo është një lloj kapilariteti. Unë i bashkohem asaj që thot ambasadori, në kuptimin që ka një lloj e shoh më së shumti, nëse do e shihim në kuadrin e diferencës dhe shkallës midis kapitalit të madh i cili vjen të investojë në një vend vogël, nuk do e krahasoja me vendet e Evropës tek çështja e sovranitetit. Nigel Farage ka me shërbimin shëndetësor në Britani, Le Peni e ka me emigracionin, Salvini deri dje kishte donte ta ndante siç ta linte në vete dhe të mbante vetëm veriun. Pra secili vend ka diferencat e veta dhe ka problematikat e veta. Këtu ku jemi ne që flasim sot, po marr dy aspekte shumë të thjeshta. Vetëm 20 vjet më përpara, çdo qytetar nuk e kishte më luks plazhin. Nuk e kishte luks. Shkonte atje me një kushurinë e vet, do shkojmë bashkë me bashkëshortet tona, pini një raki atje Buzdetit dhe ktheheshim prapë. Kishin atë 20-30 mijë lekëshin për të shkuar në plazh. Sot ti ke zona ekskluzive të mbrojtura ku ti deri dje mund të shkoje, me kamping apo diçka tjetër. Sigurisht do të ketë gjithmonë zona ekskluzive që mund të jenë shumë të shtrenjta. Po jo çdo zonë që zihet, bëhet ekskluzive dhe ti nuk shkon dot më, nuk e shijon dot më. Dhe sot ti për shembull vetëm për të vënë çadër në Vlorë, duhet marrë 7.000 lekë, 10.000 lekë, 15.000 lekë çadër. Dhe kur fillon nga uji ftohtë e shkon poshtë, pastaj ti s'shkon dot më në plazh. Pra po bëhet diçka ekskluzive. Ai qytetari i cili është socialist, po i heq demokratët se Rama nuk i do demokratët, po ve socialistin. Ka 10 vjet që punon në administratë, 13 vjet që punon në administratë. Merr një rrogë mesatarisht 800 deri në 1.500 euro. E para sot nuk blen dot një banesë më. Ky është tresemesme, është profesionist. Ka 15 vjet që punon. 15 vjet. E para nuk merr dot një banesë, e dyta është bërë pa përballueshme jetesa, dhe e treta unë këtë rrogë që po e marr se jam profesionist fushë, nuk jam thjesht socialisti jot, nuk jam thjesht partiaku jot. Në këtë kuptim është irritimi i këtij qytetarit. E dyta,
Ai qytetari i thotë, "Ore, çfarë je duke bërë? Si ti do zhvillosh?" Thot, "Dakord jam unë. Po ky fëmia im në Çerdhe si do shkoj? Po Kopër si do shkoj? Po Yrat e Zeza si do bëhen?" E pyet për Durrësin, pastaj thotë, "Ore, na the para 5 vjetësh 2 miliardë euro këtu. Këto pallatet kanë secili nga 5 cm. Deri tani është realizuar 10-15% e ndërtimit. Në 5 vjet 10% e ndërtimit deri më tani, pra ti ke mbyllur portin më të madh të Shqipërisë dhe shekullin tjetër i bie që do mbaroj investimi jot. Kështu që në këtë lloj kuptimi çdo qytetar këtë i thot dhe këtë i pyet, po të shohim të gjithë ato që janë aty, janë gjithë shtresë mesme. Edhe nëse marrin tezën tënde që ju ka organizuar dikush. Çfarë po i thot kjo shtresë mesme e qytetit të Tiranës? Çfarë po i thot kryeministrit vet? Disa prej atyre mund ta kenë votuar, disa prej atyre nuk e kanë votuar. Po kryeministri i qeverisë të dyja palët po i thot një gjë shumë të thjeshtë. E para, pse je kaq delirant i thonë? Në vitin 13 i qeverisës do që të duan shumë më shumë njerëzit, po në vitin e 13 të qeverisës ty të shpërthejnë skandalet njëri pas tjetrit. Çfarë po më thua ti mua? Duhet të duan më shumë. Ç'është ky delir? Vetëm të duan, vetëm të adhurojnë. Se ky është i keqi, ky s'di, ky është djalli. Vetëm ti je ai mbreti diell që duhet të duan dhe të adhurojnë. Ç'është ky lloj deliri? E dyta që po i thon qytetarët. Po si mund të jem unë Qiramarrës në Tiranë? Qyteti im, kam lindur, unë, baba, gjysh, gjithë jemi këtu. Tani ti më thua mua do bëhesh Qiramarrës ti në qytetin tënd. Pse? Sepse një elit financiare, e lidhur me kapitalin e madh tuaj, vjen këtu dhe thotë do e bëjmë fjetore gjigande. Si në qytetin tim do jem unë Qiramarrës, a? Këtu do jem unë Qiramarrës. Pra ti, gjithë qytetarët e tu, do t'i bësh Qiramarrës qytetin tënd. Dhe gjitha kjo vjen dhe vlon njëra pas tjetrës dhe i thonë, ore, qa po zhvillon ti? Si po e zhvillon? Na kanë sjell ca lek, thot, po nuk kemi projekt. Po kush t'jep lek pa projekt? Kush t'jep? Na kanë sjell 4 miliardë euro, po projekti... 4 miliardë, ajo është të jetë një sulm mashtrimi. Nuk e kemi akoma. Po si e sjellin 2 miliardë e Durrësi, 4 miliardë e Zvërneci, 5 miliardë në Vlorë, 6 miliardë Sarand, 12 miliardë në Dibër, 7 miliardë në Tiranë, këtë kullën këtu, ata atje. Po si e të gjithë lekët ty t'i sjellin, po ti atë projektin e ndërton më vonë? Ty t'i sjellin lekët? Po si e zhvillim pa plan? Qa është kjo që po ndodh? Ti thua që ja sjellin. Dhe në fund fare... Në fakt, nuk është se i sjellin ndonjë gjë më. Po mi më dakord, qofshin ja sjellin, qofshin nuk ja sjellin. Ato lek janë diku mo. Po është zhvillim. Duhet të bëj sikur ja sjell. Është thjesht zhvillim pa plan. Këtë po i kërkojmë, këtë po i pyesin. Por a do e zhvillosh të vendin këtu? Sa Çerdhe ka? Ku do derdhen ujrat e zeza? Tani ky e ndërton këtë këtu ky. Pastaj thot, me që këtë fshatin turistik e kam ndërtuar unë këtu, po në plan urbanistik, kur e zhvillova, do ndërtoja 15 vila. Po nga që fitoja shumë, ndërtova 134. Tani s'kam ujë, thot, ja marrë që këti fshatit tjetër ujnë këtu. Po pse, ky është zhvillimi. Ky është zhvillimi. Mua më thua ti. Tani, thot, e kisha unë për të ndërtuar 12 pallate, thot. Po ndërtova 24, thot. Tani, me densitetin që është këtu, me intensitetin e ndërtimit, thot, nuk kam ku t'i çoj me ujrat e zeza. Shpot sa gjëra këtu, thot, dhe nxirja ujrat e zeza ati fshatit tjetër atje. Këti meri ujnë, këti çoj ujrat e zeza. E kupton, ky është zhvillimi. Po ky është zhvillimi. Ka kryebashkiaku i Tiranës, artisti më i madh që kemi parë ndonjëherë, ky i ndrituri, po lana më lana, kalon në lanë, ban lana, era fekale. Lana më lana. Mua më thua ti. Po lana më. Pra ndërton Tiranën në mënyrë të manitshme. Ta kesh shtëpinë afër lanës, të mbyllësh veshët, e syt, e undët, ç'a thua? Të gjithë qytetarët në Tiranë, këtë janë duke i thënë. Është shumë e thjeshtë. Çdo qytetar në Durrës i thot për Durrësin. Megjithatë. Një qytetar në Vlorë thot për Vlorën. Pushon se i ke pa parë spitë. Megjithatë. Vetëm për ta mbyllur. Fjalët e ta mbylli prit pak. Çdo qytetar këtë e kërkon. Ore zotëri i nderuar, ti do që ta zhvillosh qytetin. E para një herë nuk je ti më i ndrituri, më i bukuri, më i gjati, më i miri etj. Nuk qeveriset pa popull. E dyta, e kanë votuar më 86 vota, 86 deputet. Kur votohesh nuk do të thotë që ti ke tiranin e majorancës, ta tha pak më herët ambasadori dhe ka shumë të drejtë. Prandaj kemi shpikur të liberalizmit që të korrigjojmë edhe ato minoritetet, ato që humbin. Prandaj korrigjojmë, se të hypten kopaqet mbreti. Mua më duan, thoshte janë gjithë, si shëna në shtetë. Dhe në kopaqe hypën ati shkret. Po pra. Dhe... Mbyllë sebi. Po pra, një pyetje e thjeshtë. Se do ikit Dorelan tani, do bëjmë të marrim dy shek, pas kemi keq. Do të zhvillohesh. Nuk zhvillohemi kështu si do ti. Zhvillohesh duke pyetur qytetarët. Ore, me diagnozën jemi ta... Si që është zhvilluar... Sebi, stop. Po pra, këtë i kërkoj qytetarët. E mora vesh. Të gjithë qytetarët... Sebi, miku im, e kuptova. Jam totalisht dakord me ty.
Këtë kërkojnë gjithë. Fjalimet janë gjitha vetëm për këtë. Pyetja ime që nuk u dha përgjigje sot e shqyqy që nuk u dha se unë vetë se kam përgjigje, se po ta kisha të jipja. Është e megjithatë, ku ishin këta, kaj të bukur, këta njerës, këto nuk e them si kritikë, se ata janë ore, se nuk janë shpikur, ata janë atje, e shqyr që janë, si nuk donën në gjithë to skandale në 13 vjetë qeverisje. Kjo është pyetja që bëhet. Pra, u deshën, trëmbja, sebi, trëmbja e, thuaje, flamingove, Marja Zvar dhe Teli me gjëmba, që të kryoj kjo mas ka që bukur njerëzish që po proteston sot. Edhe Rjolli ishte, falë që po të ndërpres. Mi po të Rjolli nuk unë ngritën, edhe ati o monën zvar njerëzit. Ishtë një gjarje njëra pas tjetër. Po, kujdes, atje s'kishte Tela, nuk ishte Tela me gjëmba. Dhe unë tani pyes, po të mos ishte Tela me gjëmba në Zvërnec. Dhe po mos ishte marrë zvar ai, do ishin ngritur? Po të mos i kishte umbur patkoja t'i kalit, ndoshta edhe perandorias do kishte rënë. Edhe kjo është i përgjigje. Tani ambasador, kam një pyetje për ty, po do ta bëj më një herë pas të kthehemi nga Dorelani. Ikim le të bëjmë xhiron Dorelan sepse ju e dini që pas protestës dhe demonstratave dhe kryengritjeve, revolucioneve, ka një moment që duhet të flini pak për të marrë fuqi për të nesërmen. Nuk mund të vazhdoni pafund. Po ku do flini të thoni ju? Me një super dyshek që gjeni vetëm në Dorelan. Ati ka dyshekje në fakt të gjitha llojeve, për protestues, për demonstrues, për kryengritca, për revolucionar, për borgjez, për gjithë shka. Dorelani i bashkon të gjithë. I rassemble, i bashkon të gjithë. Sepse është një super brand italian, i niveleve të larta, me mbi 2000 dyqane në gjithë botën dhe mbi 55 vjetë përvojë, eksperiencë, experience. Dorelani i gjeni, keni 10 ditë garanci, çmimet pa para, dhe në 50% ullje në disa produkte, se edhe dyshekje sigurisht, dhe i gjeni ose te -1 te Tegu, ose në autostradë kilometri 12, Prestige Home quhet ajo qendra atje, ose përballë kompleksit Deli Orgji, kur jetë rruga Gavajës, duke zbritur poshtë del nga Tirana, praf përballë Deli Orgjit Kratë Djath. Mos ju ndani Dorelanit, do ndryshojnë cilësia e jetës tuaj. Mjaftë me dhimbjet e shpinës, të mesit, qafës, kurizit, me në dyshekun e dur, do rilindni. Rilindja. Jemi me ambasadorin Roland Bimo, zonja Zotrin dhe me Sebastian Zonji, po marrim kënaqësi pa parë, po mundohemi të gjejmë të vërtetë që në fakt nuk e kemi. Unë jam i bindur as ju se keni. Bile unë jam i bindur dhe Rama nuk e ka, dhe vetë zoti Rama se ka. Nuk e di. Po me që jemi me ambasador në fund të bisedës, le të fillojmë pak spekullimin profesional që quhet. Spekulim nuk është gjë e keqe, sepse spekulimi e mban botën gjallë. Hipoteza. Euronatur, tha Sedi pak më parë, Sebi ambasador. Euronatur është një nga big projekt, një projekt shumë i madh. Po, për mbrojtjen e natyrës në rang evropian. Në rang evropian, Euronatur, që merr projekte pafund, pa ka buxhet shumë të madh apo jo për të mbrojtur. Nuk ka dhe vullnetar, po ka dhe buxhet të madh. Se duhen në organizat shumë e madhe që dërgojnë njerëz. Bile mund ta gjejmë të se sa e ka buxhetin Euronatura tani dhe ta mund ta gjejmë pak, se më ndihmon stafi. Tani Euronatur, me që jemi që kush mund të jetë mbrapa. Është thjesht në këtë rast është vegël, kurse është regjizori, as skenaristi. Po është vegël që ndihmon në organizimin e një gjëje, e një eventi. Euronatur është gjermane. Quhet Euronatur Stiftung. Sebi di gjermanisht. Stiftung është fondacion. Stiftung, fondacioni Euronatur. Edhe nuk janë pak njerëzit në ambientet të ndryshme që thonë që mund t'jenë gjermanët mbrapa kësaj. Besoj këtu kemi qenë të gjithë, ka muaj që thonë që gjermanët janë pak kënaqur. Me Ramën dhe për arsye që ne nuk i dim, se ata nuk i thonë hapur. Janë lënë pas dore në Porto Romano, kanë pas diçka të Porti Durrësi se kanë marrë. Se gjermanët njerëz që bëjnë biznes janë. Shohin në Shqipëri, nuk po çajnë dot. Po marrin bizneset tjera punë, para. Dhe janë futur, dhe me të drejtë. Është si një njeri që humbet tenderin dhe çfarë bën? I bie fituesit. Shkaq e thjeshtë. Në këtë rast i bie njeriu që jep tenderin, që është qeveria apo jo. Qofse marrin spekullimin që janë gjermanët. A ju thot diçka? Se edhe Rama vet i bie gjermanëve sot.
Edhe sot tha Gjermania e Gjermanëve mori e bëri atë asociacion. Pra, a mund të jenë Gjermanët ambasador? Ja. Nuk është vepër... Gjermanët, më falë, gjithashtu Gjermanët nga menu të roqën, Gjermanët e menu të roqën nga aeroporti i Vlorës. Një tjetër gjë që duhet të thonë, para pak kohësh. E dini si Para lajmë. rreth një viti. Para rreth një viti. Dhe u të roqen pikërisht për ndjeshmëri ambientaliste. Ambientaliste, po. Kryesisht, domethënë, sepse ishin shkelur një numër komendash ndërkombëtare këtu atje. Ashtu thonë ata. Do shtë s'ka rënda akord për në gjë tjetër. Ambasador, shiko, gjua na është dhënë që ne të fshejmë mendimin apo jo. Jemi dakord Po, ambasador. dakord. Do thoshte Gupi po të ishte këtu. Dakord, po... Pra, atë thonë këtë publikisht, ne do mundojmë një të kuptojmë, ore, mos të ka pasur një hall tjetër, sepse njeriu një sykim do e gjë gjithmonë apo jo. Iku kjo. Tani ambasador shumë të tjerë thonë është Soros nga mbrapa, dhe njerëzit që janë atje janë dhe njerëz që kanë votuar Erion Velin dhe janë njerëz të Erion Velis. Është dhe kjo hipotezë që qarkullon në xhiro. Ju e besoni këtë? Jo. As kjo jo. Sepse... Jo, po prit. Prit, i them një me radhë pastaj. Dakord. Sa të tjerë thonë janë grekët, se kanë shumë frikë që ka ky resorti madhështor do bëhet tu, Greqia do falimentojë turizmin në Greqi. Ka që e besojnë. Okej. Po këtë ju e besoni? Jo. Jo. Po të besoj këtu, do të besoj që ne jemi kërthizë e botës, domethënë. Bravo. Sa të tjerë ambasador më thanë mua sot, që këtu janë Amerikanët, sepse në Shqipëri, në vëndet si Shqipëria, askush nuk ndërmerr akte të tilla të krijojë revolta ose protesta, nëse s'ka autorizim nga gringot. Gringot i them për këtë se i dua shumë Amerikanët dhe i dua jashtëmase. Pra, janë Amerikanët patjetër. Po sigurisht nuk e nxjerrin kokën, nuk thon asgjë. Për momentin. Qa perle, ja, tani që po flasëm vide informacione, thonë fryni shqiptarët për dritat e pistës, për shembull, ka qenë muhabetet se më ka thënë filani, thotë Gjermanët unë me portën e Durrësit, Gjermanët unë me portën e Durrësit. Gjermanët nga mjë, që është, Gjermanët që utroqen nga aeroporti i Vlorës, që është afër Zvërnesit. Shiko si janë të lidhura gjërat, aeroporti atje, kur vendosë të bëhet ambasador, dije që projekti i Zvërnesit ishte atëherë, apo nuk ekzistonte. Kanë gjitha që kanë vite. Aeroporti, ju e dini sa në gjithur është me Zvërnesin, apo jo? Po. Ashtë. Pra, ju tha që pra nuk janë Gjermanët. Soros i thanë ju me Erion Velin nuk janë. Dakord? Jo, nuk janë. Bukur. Kemi një, po është anglisht ambasador, ti që ke jetuar në Amerikë, unë s'di anglisht, do ma përkthesh të e krani atje, që se mundesh, leti do nxjerri tani një postim të Hunter Bidenit, të djalit të famshëm të ish president Amerikan, Joe Biden. Joe Biden, si që të francesët, Biden. Joe Biden. Ja, qa thot ambasador? Që se mund të shikosh? Just take the Albanian island deal, Jared, and Ivanka secured billion resort in Suzan, protected island. Klarë, këtë dhe. Mirë, e kene në celular, ambasador. E kene në celular, se po tani si tani nga stafi. Okej. Qa thot kjo tani për ne që s'dim anglisht, ambasador? Quni? E vërtetojmë që është... Ja, hapen ati, do të kesh mesazh më të tha. Vërtetohet autenticiteti i postimit që është Hunter Biden vërtet, apo mund Ai të është në rrjetin X dhe ka pasur një debat që familja Trump gjeti ishullin e ri të Epsteinit. Sepse kur u çel debati, influenceran SBA e spinuan ngjarjen. Ja, okej, pa e pash. Qa në thot në Shqipë, ambasador? Sepse njerëzit në shofë tani ne nuk është e dinë anglisht gjithë. Jared dhe Ivanka morën siguruar një resort në ishullin e Sazanit, të mbrojtur 1.4 miliard. By his own account, he was introduced to Albanian Prime Minister on the Rothschild... Okej, që nga prezentuar me kryeministin shqiptar në jahtin e Rothschildit, Ivanka e quan vendin ishull privat, ata e kanë zbuluar. Ja të ndihmojnë ambasador. Merrni vetëm marrëveshje. How that land lost its protected status. Domethënë, hetuesi shqiptar po hetojnë si e ka humbur statusin e vendit të mbrojtur. Pra, në një ranë Hunter Biden thotë që këta e kanë marrë ishullin për 1.4 miliard dhe prokuroria po heton se si është çveshur nga statusi i vendit të mbrojtur. Tani nuk e dim se e vërtet është kjo. Ti Sebastian. Ja po heton prokuroria apo jo për Sazanin. Se janë dy projekte duke të ndryshme këto, dhe pse mund të jetë? Dosja është e hapur, po nuk e po heton për këtë, sepse kur është bërë transferta
187 apo 97 milion dollarëve që ka ardhur. Sekuestro bëhet mbi faktin e çeljes së një hetimi penal. Dhe për sa kohë çelet një hetim penal, ka një dosje. A është për këtë që thot Hunter Biden, apo është për diçka tjetër? Pra ka një luftë në Amerikë. Jo, Hunter Biden thot, po heton për heqjen e statusit të vendit të mbrojtur. Po mund edhe ta ketë gabim nga informacioni që ka marrë, sepse nuk është i ishulli i Sazanit me status të mbrojtur. Mund të ketë qenë një pjesë me status të mbrojtur për shkak të ushtrisë, po mund të ketë qenë një pjesë tjetër, jo. Pra duhet parë. Dhe e dyta, a është privatizuar i gjithë ishulli, Private Island? Ivanka tha që është ishulli në intervistë që ka bërë. Ta është ishull privat, më dhe. Shkaku themelor i këtyre protestave, i demonstrimeve, i pakënaqësisë që çfaqet, është pikërisht kërkesa për transparencë. Domethënë, ajo që duan qytetarët shqiptarë duan dinë çfarë po ndodh me tokën e tyre në fundit. Dhe nga mënyra se si shprehet zonja e Bia e presidentit aktual të Bashkuara të Amerikës, bën fjalë për një ishull që na pas ka zbuluar ajo të pabanuar dhe është ishull privat i saj, domethënë. Po të vërtetë ka thënë ajo se është i pabanuar ishulli, kur ka ardhur atëherë i bënte xhiro me jatë, me burrin e vet. Ka qenë dhe këta aurontarë më duket në atëherë për herë të parë, me këta Rothschildët. Për herë të parë është pabanuar, do thotë është i pazbuluar. Çfarë si ka marrë atë shofi? Por është tokë territoriale është pabanuar, do thotë që është pabanuar. Unë kam jetuar i vite gjysmë në ishull. E di se sa ishull grek ka që të vegjël që i kanë blerë anglezë për shembull dhe që i kanë pronë. Okej, le ta blenë. Dakor. Unë po themi që grekët kanë bërë gabim që Po, ta kam thënë që nuk ka rëndësi që është i huaj apo shqiptar më. Mund të blehet një ishull rrugë lek. Nëse lejon, nëse shteti ta e shet. Kush e shiti, si e shiti, pse e shiti? Një sekond, kemi gjëra, objekti bisedës është ndryshëm. Nuk po diskutojmë të drejtën apo të padrejtën për të blerë apo të proceduar. Çka ka ndodhur? Si është gjendja e ishullit të Sazanit? Çka ka ndodhur me ishullin e Sazanit? Të duam të dimë neve. Asgjë s'ka ndodhur fatikisht. Ata procesuesit janë atje në çfarë duan të dimë për Zvërnecin? Çfarë po ndodh me Zvërnecin? Pse shkon në Delaware dhe vjen nga Delawareja? Delaware. Po pra. Ka nevojë për transparencë. Dhe në momentin kur zonja thotë, unë kam jetuar një vite gjysmë si stash në ishullin e Sazanit, kam qenë i vogël, i mat ka qenë komandant i ishullit në vitin 1960. Ke jetuar ti në Sazan? Per. Dhe se ti vetë Amazoni vetë nga Vlora, nga Kanina, në momentin kur dëgjoj zonjën që thotë kalova atje dhe zbulova ishullin, më vjen shumë çudi se ka zbuluar ishullin ku unë kam jetuar, domethënë. Po ka zbuluar sepse ajo e ka zbuluar, nuk e dinte që ishte një ishull i tillë, normal, si ta thos. Po pra, po ishte në jaktin e Rothschildit dhe pastaj është prezantuar me kryeministrin e Shqipërisë, që u fare mirë e ka ditur që nuk është një ishull i pabanuar dhe ishull pa zot. Si ka thënë kryeministri në gjë. Ishulli nuk ishte pa zot. Mund të ishte pabanuar, por nuk ishte pa zot. Po pra, po ajo i jep lekët e blen. Lejohet kjo apo jo? Patjetër, po të na thonë që e ka blerë. Ke parti, ka një dokument që... Këtu pasaj është mungesë transparence. Po pra, po këtë po themi. Rama thanë, nuk është burgja, akoma për Sazanin thanë, nuk ka projekt thanë. Unë nuk po them ka të drejtë apo jo ta blej, le ta blej. E pra, bijem dakord. Patjetër më. Se unë jam që ti blejnë këta më këtu, që se kanë para. Jo, unë nuk jam dakord që ta blejnë. Nuk je dakord. Nuk jam dakord që ta blejnë, po në qoftë se e ka blerë... Me ta blejnë shqiptarë, më, shiko. O do e blesh ti, ambasador, do e blej unë o sebi, dikush do e blej atë. Po pse duhet patjetër ta blej, dhe të shitet. Sepse në këtë sistem që jetojmë ne, në këtë sistem që jetojmë ne, çdo gjë blihet e shitet, po, jo vetëm Shqipëri, gjithandej. Pse duhet çudiu? Jo, nuk është kështu. Shtetet e vejra asnjëherë nuk shesin tokë. Po ka një ligj që nuk lejohet shtetet të huajt blejnë truall në Shqipëri. Ku ka ligj që lejon shtetet? E keni gabim apo? Tani bile doj ligji që lejohen shtetet të huajt blejnë tokë. Tani po del ligji që lejohen shtetet. Deri tani ka qenë ligji që nuk lejohen. Mora ambasador, një sekond. Ç'të më thënë që je shteti i vogël apo i madh? Ligji, unë nuk di që të ketë ligj që shtetet e huaj nuk blejnë dot një tokë në një vend. Mund të blesh truall për të ndërtuar, por nuk mund të blesh tokë. Dhe ata më thonë nuk se do blejnë gjithë ishullin, ka blerë një pjesë të vogël të ishullit që duan ta zhvillojnë. Ta precizojmë pak, unë nuk jam kundra fare le të bëjnë çfarë të duan. Të thonë çfarë po bëjnë. Të thonë çfarë po bëjnë. Edhe në një detyrim. As unë nuk e kam fare këtë, po detyrim ta thonë nuk kanë ambasador. Ne jemi këtu për demonstruesit dhe për protestën. Dhe ata kërkojnë transparencë. Dhe unë i bëj jehon kërkesës tyre që të ketë transparencë. Dakor. Se ç'a bëjnë? Që ka një mister këtu dhe do të detyrohet që më i korruptuar i Amerikës si që Hunter Biden, ti akuzoj për korrupsion... Pyta, se a ishtë super i korruptuar ndërkohë, quni i ati, Biden. Po e fali i ati. E fali babaj, se e ju dënua, apo jo. Shmënduri kur e me tonë. Pra kjo është, pa mos çuditemi shumë, kështu është bota, o burë. Kështu është bota, ne pse duhet bëhemi pjesë me këta të korruptuar, më burë. Po
Po si mos... O ambasador, dëgjoj, po tani, e ke seriozisht? Po, seriozisht. Si mund të mbijeton shti në qanë, ti je një pikë e vogël fare që as nuk dukesh fare? Po të patjetër do të mbytin këta, si mos të mbytin? Atëherë ata na korruptojnë dhe pastaj na akuzojnë që jemi të korruptuar. Patjetër, puna është sa forcë ka kjo protestë për të përmbysur një njeri që konsiderohet i korruptuar. Kjo është çështja. Tu është thjesht raport force, unë këtu s'ka të mirë të Ka qinj. forcë si e sheti. Ja do të them, po prisi kam një pyetje për ambasadorin. Ja, pyetja është kjo. Sipas teje ambasador, sipas të lexojnë ca kështu mesazhe të Totusit, të QR kodit, a është disproporcional reagimi i Ramës ndaj kësaj proteste, demonstrate që e quani ju? Po. Para mirë mund të ishte shumë më bashkëbiseduar. Po pse është kaq i shqetësuar zoti Rama më nga kjo? Nga ca njerëz cilët janë me kalamajt atje, që nuk gjuajnë as me gur asgjë. Se shqetësohet kesh? Problemi është... E luan pra, gradualisht biseda jonë po merr trajtën e dhënies së këshillave. Ne nuk japim këshilla se si duhet. Fare, jo, ne mundojmë të kuptojmë. Mundojmë të kuptojmë. Dhe pare mirë, kur je në një pozicion drejtues, mund të marrësh një spunto për ta ndryshuar pak kursin e lundrimit në drejtim të ardhjes aty ku kërkon një ajo pjesë qoftë edhe margjinale e popullsisë. Qartë. Se që s'dije sa margjinale është, po të kishim sondazhe këtu do kishim marrësh, ata mund të jetë shumë. Pastaj problemi është në momentin që ka një grup goxha të konsiderueshëm njerëzish nga sa kam ndjekur në këto 3-4 ditë që mendojnë se janë agent të Athinës, sepse këto resortet shqiptare do i bëjnë një konkurrencë pa Atë që thamë, pra, po. Ka njerëz që besojnë. Mirë, ashtu ka njerëz besojnë gjithçka, nuk ka lidhje. Po dhe unë deri 18 vjeç. Problemi është që ne këtu në studio mundojmë të japim një sens, pra, të kuptojmë sa racionale janë, ose sa emocionale janë. Nuk ka racionalitet, sepse këto historia e botës tregon që turizmi në një vend ka nxitur turizmin edhe në vende të tjera, nuk ka konkurrencë. Bravo. Ma mori nga goja. Ka plotësim, komplementarim. Pra, unë kam interesin, nëse në krah dyqani tim, hapi dyqan tjetër që është i ngjashëm me produktin tim, nuk do thotë që unë do rënoha, mos e dërnoha. Përkundrazi mund të rritemi të dy. Në asnjë vend botës nuk ka ndodhur që zhvillimi i një ishulli ka varfëruar. Bravo, fiksa ambasadori e i papar. Ja, do të sa po do ta thoshja. Sa mesazhe pafund 11:20 ora. Ja jep shtetin me vendim se ligji është për toka bujësore, më thonë, një pjesë do zhvilloheshme, nuk do blen gjithishun. Ligji është për toka bujësore, ky ligj po del tani. Sebastian. Është hedhur për konsultim një projekt ligj. Po, nuk lejohet për të huajt, thot. Dhe nuk e kam blerë, thot, ja jep shtetin me besim strategjik. Pra nuk quhet blerje, nuk jam pronar. Vetëm një minutë. Jepi. Gjithë të lloj legjislacionesh për të hapur portat nga të katër anët dhe për të qitur tokat nga të katër anët janë eksakt presion i globalistëve për të zvarfëruar totalisht gjithë vendet e vogla. Ose për të zhvilluar. Nuk kanë ndodhur deri më sot fillon një përveç se e kanë grepur dhe e kanë si quhet. Po falas, nëse ata sjellin realisht para këtu. Ato para në një farë mënyre rishpërndahen ambasador. Asnjëherë. Jo? Asnjëherë. Ata sjellin para për të marrë fitime për veten e tyre. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që të Çiko, pse shtresa e meshme dhe e varfër po varfërohet në Amerikë kur pas ka të bëjë me kaq filantrop që duan të zhvillojnë dhe të pasurojnë. Jo, nuk po flas filantropi unë, ata janë biznesmenë, ata do të fitojnë lekë. Po këta lekët pse nuk i fitojnë në Amerikë me popullin e tyre amerikan, po i sjellin këtu në Shqipëri të fitojnë këtu. Jam dakord, debati është, nëse unë kam një komshit shumë të pasur. Dakord? Unë jetoj më mirë apo më keq? Çka lidhje fare? Komshi i pasur i ka lekët për veten e vet. Ka ndodhur që komshi i pasur ka dhënë ty lek, mua jo. Jo, ka për simbolikën. Në momentin që unë jam keq, dakord, jam shumë keq, po të kemi komshi të pasur, që të ketë një tokë të madhe një kështu. Minimalisht ai do të thotë hajde puno tokën, që se unë jam pa punë, apo jo. Jemi dakord tu, ambasador. Nuk është çështje mëshire. Dakord jemi, por shembulli nuk më duket shumë i gjetur. Po pra, ata njerëz jetojnë rreth rrotull, po themi tani po bëjmë pak avokatin. Ja rreth rrotull kësaj gjës që mund të ndërtohet ose që duan të ndërtojnë në Zvërnec. Ato përfitojnë ato, familja atje dhe me gjerë. Jo. Për shumë nga mund të fitonin për ta zhvillonin vetë pronën e tyre, pse do vi dikush tjetër zhvilloj pronën e tyre. Po ata e kanë shitur ata pronën, ka shumë njerëz që kanë shitur pronën e tyre, ata janë të kënaqur, kanë marrë lekët. Okej, nëse e kanë shitur, atëherë nuk kam se dalin protest. Po çfarë dalin këta pra? Po ku ta dinë për çfarë dalin? Ata thonë, erën te pikë nisi. Ata thonë që nuk ka transparencë. Ata thonë që s'kjo dhe ajo, që i kanë marrë tokat tu dhe i kanë marrë tokat atje.
e gjithë gjëja nuk sfumohet, Që janë bërë pisliqe me pronën, po. e gjithë gjëja nuk sfumohet duke i pishtënuar problemit. Aty ka një problem, i cili kërkon një transparent. Ja, ti është një super problem. Pare mirë mund të bëhet edhe mbyllë gojën Justis Dias Jo, vëre 4 unë se quj, thoshe Se bën ky Rama, po? Nga se ka frikë, ma, ambasador? Nuk se ka frikë, më kam përshime që në momentin që flasim është një gjendje e të mos bërit të gjërave nën presion. Pra, unë mund të bëj transparencën, po jo nën presionin tuaj. Ka përshys, Zoti Kryeministër i nderuar, shpesh është sjell në këtë formë, që unë nuk i bëj gjërat në presion. I bëj atëre kur... O tha ty. Po të keni me mua, tha, mos bëni kështu mua trashizërin. Mund të bëj në një moment caktuar, por nuk ka rëndësi momenti se kur e bën, rëndësi ka që të bëhet. Rëndësi ka që të bëhet transparenca, që edhe njerëzit qetësohen edhe ne mos jetojmë në këtë situatë të tensionuar. Ambasador, më kënaqe sot. Më pëlqeu shumë, na iku dhe ajo dreqi, se s'kemi as kohë tani se. Na iku dhe ajo e bibit me Trumpin. Dhe shumë shpejt do ketë paqe, kështu që. Do ketë, thua? Do ta flasim shumë shpejt të gjë. Ja, të martën tjetër. Domethënë do ketë ndërprerje të luftimeve, jo paqe. Ka një ndërprerje apo jo, realisht? Dje dhe sot kanë rifilluar sulmet që mendohet jetë bravado e fundit përpara një qetësie relative. Dakor. Do ma lësh të marrën të flasim këtë? Se tani këtu s'merret me këto gjëra. Ne dy do merremi vetëm. A kishit menduar ndonjëherë? Jo, këtu do ja them pastaj. Çani, desha thjesht i thoja bashkëvetarëve të mi që jeni shumë të bukur, na keni kënaq shpirtin. Kush? Ke fjalën për protestën? Ondi, Çani mos dil në krah ujit që ke. Dakor. Çani, super emision, Revolucioni i Flamingos e përshkruan më së miri gjithë frymën e kësaj lëvizje. A kishit menduar ndonjëherë, ju kishte shkuar ndonjëherë në mendje që Flamingot do delegjitimonin kryeministrin e madh Edi Rama? Aeroporti Vlorës i solli Flamingot në një farë mënyrë në vëmendje, por pastaj u sfumua, po në momentin kur u ndërtua aeroporti dhe sidomos kur u tërhoq aeroporti Myniut, ishte një moment pauze. E do mbetet në histori kjo, imagjino sikur të bjerë për shembull dhe Rama, që të bëhet kjo protesta e madhe e kështu, kush e rrezoi? Flamingot. Pisën vetëm për këtë do ta vazhdoni protestën, në shperë më burr. Dhe mundësisht, ju lutem, mos bëni kaq shumë kauza bashkë atje, mos u çmendën njerëzit, nuk kuptojnë më valla këtë ndjekjen. Rinë më te Flamingot. Kemi ta mbyllim me atë videon e Hiqini më këta, hiqini këta tjerët, më hiqini këta që bërtasin jo këto, hiqini këta mos do ju prishin punën, ja u tha ambasadorin në fillim. Rinë më te Flamingot se keni gjetur super perl. Se kuptoni këtë gjë më. Është vetëm një gjë që shkatron atë më, e kupton? Shikoni, ai është një piktor. E kupton që normalisht deri tani ka bërë zgaravina që i quhen abstrakte dhe i ka bërë për mure, hap ekspozita gjithandej. Pa pritur i del kjo kështu. Ai s'ka ditur kur më as ai askush të vizatoj këtë, ta bëj këtë pikturë. Kupton çka keni bërë përpalla apo jo? Mendoni për çast, më është një perl. Edhe një piktori që i po dridhet, e bën goja kështu nga Flamingot. Hiqini këto më jo çamëria, jo çk-ja, hiqi mos aty këto, ai këto me këto, ai tall trapin me ju. Rini te Flamingot. Ato mbajni rezervë në një protestë tjetër. Jo mos i keni, ti keni mos, ajo do forcë. Ajo çamëria do forcë, do ushtri. Dakor? Do aviona që të veni ta pushtoni dhe ja mirni prap. Për momentin i keni jo, merrni një herë, kapni një herë Flamingot. Bëjni të mençura gjërat. Mos gatroni mesazhin. Bëjni të zgjuara gjërat. Qofse, dhe tani unë e di ku po drejtohem, jo njerëz të tjerë, sa njerëz janë të bukur shumë. Organizatorit, në qofse ka një mbrapa, një fuqi, që organizon të gjithën këtë. Po ngatrohet mesazhi, qofse keni qëllim, atë qëllim që keni, rini te Flamingot. Mundësisht vishin gjithë me rozë. Ja një sekundo, super emër revolucion, po, mundësisht me rozë. Me rozë? Po, me ngjyrën e Flamingos, pra. Ose me... Ledjo, jo, sepse roza është një nga ngjyrat tjera që ti e di se çfarë. Me Leila. As Leila, Ledjo. Lutem. E po mirë, te me një këmbë, pra, si Flamingo. Të kujton ngjyrat të tjera, ngjyrat e një flamuri tjetër që është gjithandej sot nëpër Bruksel, nëpër Europë. Mos u ngatronin. Ja, i ka shumë vija tjera. Po shën si kam, roza e Leilaja janë bam të japin ballit. Le më ta mbajnë flamurin shqiptar. Ja më kuqe është kjo. Ka flamur më të bukur se ky. Tash sa e bukur është kjo çan. Unë që rashën kur tani dhe
Ajo është një perlë, dhe prapë në s'po japim në ekran, ë? Nisja që Ledios, nisja që këse, tani. Ja qove. Ledio, bëje pa gati këtë të mbyllu emisioni me këtë, është një perlë. Pra ne vetëm shumë e bukur. Ta shofi me njerëzi që nuk janë rritë. Besoj e kap do. Pse? Kap, do të lëun ko, pa merak. Merë tani si sebi, të lutem se ta mbyllu me të, shumë e bukur. Prapë ere dytë që bëjnë gabim që se fusim ne, këtë perlën. Se kjo sa do që ka bërë shumë këshu, është të gjë kur i jep në ekrano, bërë është perlë. Admiri i thotë ambasador, a do e rrisë presionin Rama që të bete dhunshme protesta, që të largoj familjet dhe kështu të ashu iniciativën? Nuk besoj se ka interesirin në përshkallëzimin e dhunës, bile unë nuk e kuptova atë përdorimin makinave të ujit duke si jashtë... E pesi u të roqen sepse ju dha lajmi që ka fëmi brënda në protest. Po jo vetëm, nuk më duk që ata po qanin në një gardë policie që po hynte në kryeministri apo tjetër. Kishte aktivitet kryeministrisht edhe ndeshja. Ndeshja, pra, dakor, dhe kishte Izraeli. Kishte i gardë policie. Më duk reagim të disproporcional në raport me kërcënimin që përbënde protesta Ishte pak provokim. Ishte pak provokim. Po, pra, po, në fakt edhe që u të roqen pastaj. Jo, ka drejtën Ambasadori, po fati që u të roqen pastaj. Ishte pak provokim nga ana e policisë. Po, pa tjetër, pra. Po, pastaj u të roqen. Dhe unë them u të roqen se kishte uj ishte me piper, ai uj që edhin ata. Skepse e nxehtur. Pyetja ishte, a do ketë përshkallëzim? Mendoj që nuk është një interes të ketë përshkallëzim. Nuk është interesu kujt? Të autoriteteve. Po në qoftë se përkallëzon vetë turma? Se vetëm sot, jo në shtypin ndërkombëtare, por në mediat sociale ndërkombëtare, goxha për tyre anglisht folse, është folur jo pak edhe për shkak të reputacionit jo fort të gëzushëm që gëzojnë personalitetet që janë fjalë që kanë bler ishullin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si kudo ka edhe opozit, ka edhe njerëz që i duan, po ka edhe njerëz që nuk i duan, dhe në qarqet atyre që nuk i duan në mediat sociale ka pas goxha aktivitet lidhur me këtë çështje, duke i bërë thirrje shqiptarëve që ndroni se një natyra nuk ka si natyra etj. Toka e të parëve, mos ja lëshoni të huajve e kështu me radhë. Qartë. Pra, në qoftë se do ketë përshkallëzim, sa më shumë në media sociale ndërkombëtare të flitet për këtë çështje, nuk është në interesin e autoriteteve shqiptare. Qartë. Dakord. Respekte maksimale për ambasadorin bin, më thotë Gregori. E shikon veten si dërguar i Zotit, Rama, thotë. Nivel delirimi shumë i lartë. Po, jo, kam thënë, kam 13 vjetë që ja u them. O qanë, po pres të di mendimin tënë për situatën, pasi je i vetëmi rob mediatik që i flet gjërat, ashtu si duhet i perceptojmë të gjithë ne që si jemi dele. Këtë më pyet edhe Sebi, që mendim ke, unë jam pro protestës, por shpresoj uroj të ketë një organizator, kushdo qoftë ai nuk ka rëndësi, më ftohet të arrihet qëllimi. Një e para, e dyta, vdes për flamingot, e treta nuk jam fare për të ndërtuar atje, nuk dua që ndërtohet atje te zonë fare zero. Bile mundësisht dhe që se ka shtëpi atje vërdall që janë ndërtuar për leje të prishen, do të jetë natyrë atje. Të ketë sa më shumë shkonja të mëdha. Min, karkaleca, flamingo me shumicë, një perl, jam kundër. Apo, do ndërtoni pak më tutje, dhe ata bosët do i dhënë atje, po duan të vinë si gjithë tjera të bëjnë të shohin lagunën. S'ka pse të ndërtojnë lagunë. Më kupton? Zakonisht për laguna nuk ndërtohet. Ka mu raste në botë që në laguna nuk ndërtohet. Nuk ndërtohet. Iku. Se s'kemi kohë, ambasador. Nuk do ndërtuar sepse nuk i shpëton dot lagunat tragjedisë të përbashkëtës që ka glabëruar gjithë Shqipërinë. Po shikosh, gjithë Shqipëria është viktimë e asaj që quhet tragjedia të përbashkëtës. Kur nuk e një autoritet qendror që do ditë e publike do thuash. E të përbashkëtës, e të përbashkëtës. Nuk është e publike, është e të përbashkëtës. Ti thonë nuk të shpëton as laguna. Në momentin që do filloj nuk i shpëton dot. Dhe ajo që është me bukur, këto ndërtimet në për këto vënde si laguna e tjera, këto janë si virusi që e vdes atë trupin mbi cilin hyn. Ke parasysh një virus, kur hyn tek një organizëm, jeton mirë derisa e vdes. Edhe këto kështu janë. Në momentin kur ndërtohet, ajo humbet. Po patjetër. Funksionin nuk diskutohet. Dhe ti thua kjo nuk është ajo të cilën kam ndërruar unë, mbasi e ke ndërtuar. Nuk e di a e shpreha do të qartë. Je totalisht, jo i saktë. Po në djo. Po qikosh edhe për qartë Tiranës, ka pas shumë vënde ku thosh, sa bukur të kesh një shpik. Sot nuk i shot do të me syre. Jo, iku, mbaroj. Tu ke shumë drejt. Iku, mbaroj. Iku, s'është më fotografi, kam të shumë fotografia komplet. Zoti Ledio, çfarë po më thoshje? Vjen keq, po më mirë
duhet vetë të shoftore pas herë u kam qef, se sa të vetë të shof ca njerëz që kanë... Ta mbyll me... Ca trafikantë që kanë ca miliarda që jetojnë atje, domethënë. Ta mbyll me diçka? Jo. Po s'kam mbaruar unë. Okej, tash do e mbyllje. O çam, po... E qëlloj ambasadorin, thot Çerçizi, bravo. Nuk e di për këtë pjesë, po... Në orë 22:18 do kesh qelluar diçka ambasador që Çerçizi reagoi. Rexhepi thot, si ka mundësi që në kohën e Enverit dini njerëzit thot bylmet për mbi jetesë, dini njerëzit blinin, çfarë do thot ky? Dini njerëzit bylmet për mbi jetesë dhe kjo ndodhi përsëri 2026 në Progrades thot. Kuptove gjë plak? Rexhep shkruaj mirë shqip. Igli thot, pse nuk ngrihet populli për spitalet që s'kan ilaçe, pse nuk ngrihet populli për çmimin e nafsës, pse nuk ngrihet populli për... Ja, shkoj Igli dhe ti thot dhe këto atje. Mos u bivendosë nuk dëgjohesh. Pse nuk ngrihet populli për drejtat e veta, po ngrihet për një tokë të braktisur që e ka bler dikush që dëshiron ta bëjë zhvillim vendin ton. Igli nuk e mirë. Nuk thua që ngrihen për këtë. Por e për estetikën duhet të ngrihen, prandaj unë jam pro kësaj proteste. Ata ngrihen për estetikën në fakt, do mendosh. Pëlqen e bukura. Për të bukurën. E bukura, jo e bukura që na thos ky tjetri që po e bën të bukur, se ky po e shëmton. Po ty të pëlqen e bukura sipas natyrës. Ku diun vetëm një idiotis do i pëlqente e bukura e natyrës. Unë kam mendim tjetër, po s'është vendi këtu sot. Ky planet duhet popullohet nga njerëz, fare. Bravo ambasadori, Arjan Sheshi u la bosh, këta njerëz janë 64% që nuk dolën në zgjedhje, thot. Kupa u mbush dhe u derdh. Arroganca shpik armiq imagjinare dëm të popujve për interesa politike. Edhe Vučići fajsonte shqiptarët për protestat në Novi Sad. Ja duke lexuar te QR kodi që keni bërë skanim, login, bam keni bërë pyetje dhe komente. Dhe Vučići fajsonte shqiptarët për protestat në Novi Sad, por koha tregoi që ishte mashtrim që vazhdon sot me ne në kurisë të Grekut, më thot Albania e shkuan. Në kurisë të Grekut. Aliansia, jem mirë këto kohë protestash, unë një pyetje kisha sot. Sot ishte dhe ndeshja me Izraelin. Si ka mundësi shkuan tifozët të mbushin stadiumin e s'dilin aty në protestë? Kaq populli lodhur pas kemi qenë vallë. E para bën shumë që shkuan njerë, për miq tanë izraelit, dakor? Se mezi i kemi. Këtu unë nuk çedoj. Do kemi kohë të flasim. I ka rënë kokë gjëra fisisht duhet deri tani, thotë që Diogjeni Sinopës. Thotë çanë mirë mbrëma dhe shumë përshëndetje për ambasadorin se e kam në lagje dhe e shoh për ditë. Pyetja e parë çfarë anticipohet. Anticipohet do thotë ai paralajmërohet apo jo? Çfarë pritet që të ndodhi me gjendjen e protestave agravim apo zbuti, e tha ambasadori këtë. Dhe pyetja tjetër, çfarë ka treguar historia botërisht për këto lloj situatash ku populli ka arritur të triumfojë apo kryetari i shtetit. Çerçizi thotë bosh ishte stadiumi vëlla. Dakord? Berti thua që çdo gjë këputet kur hollohet. Vetëm zullumi këputet kur trashet. Interesante kjo. Unë kam një pyetje thot tjetër për protestën, pse u vu gardhi te ura, ndërkohë që kishte njerëz nga dy anët e urës. Çfarë kuptimi kishte kjo gjë thot? Ishte gjë ky provokim nga shteti, ja tham, ç'ne sipër kokave të policave kishte media sot. Ndërkohë që kanë 3 ditë që s'ka asnjë media. S'ka val. Nuk ka val. S'ka val, janë prerë valet. Që mos jepet protest. Sa po afrohesh? Seriozisht e ke? S'ka val. Prandaj dëgjoja unë këta korrespondent, këta që gazetarët. Nëse ishin vetë net me CN-s. Tani është afroje kamerë. Po si, kanë heq me qëllim? Po s'ka val, po të shkosh aty, të duash të hapësh internetin. Nga që ka shumë fluks. Po si ka mundësi më për 3 ditë u prishën valet aty? Janë kontrollueshmërisht të hequra. Kanë hequr valet, dhe çfarë? S'ka val. Dhe tani futemi me telefon, filmojmë, e çojmë te regjia e transmeton ose rri me kamera larg që ai rrethi aty është pa val. Ka hiq val. Rrëzimi i dërgjegjes kolektive, më thot Anton Male, thot rrëzimi i dërgjegjes kolektive çani, thot nuk është një individ i vetëm. Je i sigurt? Shqiptari në emigrim, thot mbrëma çani, kam respekt për ju si drejtues të emisioni historik për vite dekada, por sot kam një pyetje për ju, prej vitesh ke thënë, ndoshta me dres të shqiptarët nuk protestojnë, nuk reagojnë dhe se u mungon ai nerv qytetar që shohim në Athinë, Rom, Berlin apo Paris. Duke parë mobilizimin e këtyre ditëve për zvarrnesën dhe çështjet e tjera, ke ndryshuar mendim apo mendon ende se këto janë thjesht reagime izoluara dhe jo shenja të ndërgjegjësimi më të gjerë qytetar? Atëre, kam të thjesht përgjigjen me ty shqiptar në emigrim. Unë kam punuar realisht, falas, sinqerisht të them, pikërisht për të arritur kjo ditë. Pra duke e thënë prej vitesh që
Rini, ajo fut sakrau, ju një kokër, ajo shtyp me këngë, jeni mizeri kështu, nuk kam bërë gjithë tjetër, dhe se kam kontribuar dhe unë pak në këto protesta i shikoni. Po edhe maturi është nga protestues Mendoje pak. kur ti kërkon që ti ndash, ti quash nazist, apo ti quash që po e bën Greqia, është maturie e qytetarëve që nuk e hanë më këto gënjeshtra. Në tregon një lloj maturie të qytetarëve, grupe të ndryshme që dalin atje. Ore, totusi është pafund. Gënjeshtrën që thuhet. Si mendon ambasador? Po, drejt. Është maturi. Tregon pjekuri në një lloj mënyre. Ndërsa Lali thotë çan njerëzit kot dalin protesta se prap votën prap i hapin Ramsit. Kjo ha logjik kjo, çudi e madhe. Pafund, ambasador, ora është 11:37 minuta, stafi duhet të ishte pushim në këto momente, po ne gjithmonë më abuzojmë nga pak. Falenderoj jashtëmase çunat që janë mbrapa kurizit tim dhe mbrapa kurizit të ambasadorit dhe ose mirë përballë ambasadorit dhe Sebit dhe përballë meje patjetër. I falenderoj shumë që qëndrojnë jashtë orarit të këtij emisioni. Ne bashkë do takohemi të premten e ardhshme, ku do kem në emision përveç Ilir Kullës, do kem dhe 3 miqtë e mi, Sebastian Zonja, Flogert Muça dhe Marsid. Jo, më falë, Flogerti nuk do jetë, nuk e se sështë, do jetë Sebastian e Marsidin apo jo. Po ta thoja një gjë për Do ta thuash? Po, si. Jepi. Në Shëngjin, para një 10-15 vjetësh, para se të niste ky golemizimi i Shëngjinit, ne kishim, mund të ketë dhe 20 vjet, kishim disa breshka. Kishin migruar aty, kishin disa breshka ujë. Edhe rinin në një cep diku andej. Dikush mori një resort, ndërtoja, nuk e di ku e gjeti leje në Theçbëri, edhe e ndërtoi. Këto breshkat shkuan gjetë një ishull në Greqi. Ato qytetarët atje i morën, i ruajtën ato breshkat, tani ka një radhë kilometrike turistësh që shkojnë të shohin breshkat, se ku rrinë atje, lahen me 2-3 breshka dhe ishulli sot është ndër më të pasurit. Kjo është kur dita kthesh natyrën në përfitim. Ndërkohë, Rama tha para 2 javësh, këtë e them për të përforcuar hipotezën se mund të jetë gjermanët mbrapa organizimit të kësaj proteste, Euronatur. E beson? Nuk është çudi, jo nuk e mohoj dot. Nuk them dot që s'është. Rama tha para 2 javësh që do kem, e mbani mend besoj, që do kem takim tha, po në para 2 javësh, para 1 javë duke se e tha më burr, 1 javë gjysmë. Për çfarë? Do kem takim tha me kancelarin gjerman. E tha publikisht në ekran, se ku ishte në një vend. Asnjë takim nuk u mbajt. Pra kjo për të thënë që sa i e tha publikisht, tha do kem takim me kancelarin gjerman, me Mercin. Shumë shpejt tha. Nuk është mbajt takimi. Edhe sikur të mendojmë që janë gjermanët. Shiko, është tjetër gjë që një gjaku, një tub, një kanal komunikimi mund të përdoret, një tel për të përçuar një mesazh. Po nga del mesazhi kryesor që përçohet përmes të tubi është tjetër gjë dhe nëse ka shërbyer natura kjo gjë për ta përçuar këtë mesazh është tjetër gjë. Nuk e di a është prava qartë apo jo. Nuk është, ta mund të jenë pjesë e organizimit në kuptimin e komunikimit. Pra, vetë natura është e interesuar që të bëhet kjo protestë, por nuk është organizatore. Në qofse Friedrich... Jo, natura mund të jetë patjetër. Ajo është të thuash, është pjesë e infrastrukturës, po nuk është skenarist. Jemi dakord me këtë totalisht. Friedrich Herbert, në qofse Heinrich Böll, që janë në Shqipëri, vetëm po vete ora 2 pa çelek. Konradi, kanë ndihmuar që të ndërgjegjësohen qytetarët ndër vite për çështje të mjedisit dhe për shumë çështje tjera. A do të thotë kjo që janë gjermanët mbrapa? Kanë dhënë jashtëzakonisht shumë financime. Jashtëzakonisht shumë. Unë di që siç është Soros i mbrapa, Prynët në Gjermani se mos jetë gjermanët. Është ndryshe. Ka tjetë filozofi totalisht ndryshe funksionimi Sorosi me fondacionet gjermane. Jo, nuk e krahasova mo. Të kam fjanën çdo shtet, në momentin që ka interes, çdo shtet, jo çdo shtet, çdo korporat, në momentin që ka interesa, i prish interesa diku. A duhet ndryja apo jo, ma ambasador? Ç'kemë do t'i marrë Rama për ditë me radhë. Njëjtën gjë ka bërë Vučići, njëjtën gjë do bëj Rama. Ditën e parë kur nuk na intereson, unë jam kurioz nga natyra. Ditën e parë kur dolën studentët në Serbi, Vučići tha unik i tha, po kush do ju vi? Edhe Rama, ditën e parë që... Ata tha, unik i tha, po kush do e mbrojnë nga të huajt? U vi ju tha. Po mi shdo me thënë kush do e mbrojnë nga të huajt? Doli Vučići ditën e dytë dhe i quajti unik i tha ky, po kush do e mbrojnë nga të huajt, o Seb? Tha Rama, ka thonë të erë. Po Vučići tha të njëjtën gjë, pra unik i tha. Po pra, unik i, po kush do e mbrojnë nga të huajt? Nga cilët të huajt, zotri? Po të shikoni... Se si ve emrin?
po të shikoni gazetat e botës se çfarë ka ndodhur me 5 mars 1953 kur ka vdekur Stalini, domethënë bota ishte në prag të kolapsit nga hidherimi i madh. Po ja ku jemi sot. Ambassadori, e pa parë. Më thot një personazh i rëndësishëm, i njohur, po unë s'po ja them emrin se dua ta ruaj. Kështu gënyen dhe për teatrin kombëtar. Than, do bëjmë teatr madhështor. Se ul zërin, këtë pasion. Kështu gënyen dhe për teatrin, tha ambasador, kombëtar, than. Than 35 milionë euro, modern, shumë modern. Gënyen, s'ka as projekt, as gjë, po më thot tani që po flasim. Të merë mashtrues të niveleve botrore. Dhe unë naivi që i besova në atë komë. Ambasador, tash më tradit në emisionin tim, me zi e presi njerëzit këtë moment, nga ndonjëherë, pas shumë fjalëve të mençura, nga ndonjëherë heshtja flet më shumë. Me ambasadorin e provova Seb, me ty e kam provuar, po asnjëherë vetëm, ke qenë me grupin tjetër, a mund ta mbyllim sonte me heshtje këtë emision?